Hapet votimi prezencën. Hapet votimi. (74) prezent, 75. 74 dhe 1 me kuti 75. Përcaktimin e prokurorit që do ushtroj përkohësisht funksionet e prokurorit përgjithshëm. Në mbështetjet në 109.2 të ligjit për organizim dhe funksionim në prokurorisë me vendim të Kuvendi, funksionet e prokurorit përgjithshëm caktohen të kryej përkohësisht nga prokurorët me më shumë eksperiencë nga radhët e prokurorëve dhe që përmbush kriteret e kreut 4 seksioni 1 të ligjit të sipërcituar. Pas zhvillimit seancave dëgjimore, kandidatura e mbështetur nga 20 deputet është ajo e zonjës Arta Ndrec Marku. Raportin e Komisionit Ligjeve dhe propozimin për kandidaturën e zonjës Marku e keni të gjithë përpara. Hapet votimi, votimi i fshet. Vazhdon votimi. Vazhdon votimi. Ska votim të hapur, zoti. Mbyllet votimi, 69 vota pro, 2 kundër, 2 abstenim. Të thirret kandidatja për të bërë betimin. Mos ikni sa të bëjë betimin. Të thirret zonja Marku për të bërë betimin. Prokurori i përgjithshëm bën betimin para Kuvendit. Unë do të lexoj tekstin e betimit dhe zonja Marku do deklaroj betohem. Teksti i betimit. Betohem solemisht se gjatë kryerjes së detyrës do t'i qëndroj kurdoherë besnik kushtetutës së Republikës Shqipërisë, ligjeve në fuqi dhe do të respektoj rregullat e etikës profesionale. Betohem. Seancën e deklaroj të mbyllur. Kam hetuar dhe përfaqësuar në gjykim çështje mjaft sensitive për qytetin e Shkodrës, kam përfaqësuar çështjen në gjykim edhe në gjykatën për krime të rënda Tiranë. Puna ime si drejtuese e njësisë përbashkët hetimore është vlerësuar shumë pozitivisht dhe nga OPDAT. Të nderuar teleshikues, mbrëma nisim emisionin debatin Channel One. Çfarë pritet të sjell zgjedhja e kryeprokurores së re të përgjithshme, zonjës Arta Marku? Për këtë do diskutojmë sot. Ne ndoqëm një sekuencë nga seanca plot tension sot dhe përplasje të opozitës me majorancën gjatë zgjedhjes së Arta Marku si prokurore e përgjithshme. Unë kam ftuar sot 3 përfaqësues të opozitës. Zotin Luan Baçi, deputeti i Partisë Demokratike dhe drejtuesi i degës së Partisë Demokratike në Firmë. Bravo, mirëseardhët. Për hyrje, zoti Baçi, kjo seancë sot me gjithë të tension, por prokuroria e përgjithshme u zgjodh. A quhet një dështim sepse premtua dje që ne nuk do ta lejojmë. Edhe Partia Demokratike ka bërë shumë premtime kështu. Nuk do lejojmë zotin Xhafa të futet në zyrë, nuk do lejojmë zgjidhet prokurori e përgjithshëm pa e u zgjodh, ai u fut në zyrë. Në fakt është dështim, po dështimi i mazhorancës, jo i opozitës. Opozita tregoi mbar Shqipërisë dhe ndërkombëtarëve që ajo prokurore është jo legjitime. Tregoi që një prokurore që votohet duke mbrojtur me çadër dhe betohet duke mbrojtur me çadër. Kështu që nuk mund ta quaja dështim të opozitës. Opozita zbatoi të gjitha të drejtat e saj deri aty te kufiri i fundit ligjor që të ndalonte një maskaradë të tillë. Më tutje pastaj i binte që të vepronim ndryshe, të mirnim turmën dhe ta drejtonim drejt parlamentit. A do të vinte turma apo?
Absolutisht turma vinte në qoftë se ne do të dilim në krye të turmëve të fuqishme për ata të jenë të sigurt se ata kordonte policisë atë nuk e mbanin dot turmën. Të jenë sigurt për këtë pjesë. Okej, Ina Zhupa, zëdhënëse e Partisë Demokratike, mi mbrëma mirëserët, Ina. Mi mbrëma mirëserët gjitha. Ina, për ty nuk ishe në sallë, po në pjesën e jashtme të parlamentit, cili ishte dallimi midis atyre situatave në parlament dhe jashtë parlamentit? Nuk është çështja e dallimit, jashtë parlamentit ishin protestuesit njerëzit pa imunitet parlamentar, të cilët kërkonin të njëjtën gjë me ata që kërkonin brenda. Respektimin e kushtetutës së vendit dhe edhe themelit të demokracisë për pushtete të ndara dhe të pavarura dhe atë reformën drejtësi që u fol shumë, që u përfol shumë, që u kërkua shumë me vettingun e famshëm që nuk u zbatua. Pra kërkonin një demokraci funksionale si demokracia amerikane dhe jo si diktaturat afrikane. Këto ishin e disa nga pankartat që kishin qytetarët atje jashtë, që vërtet si shtot Zoti Baçi dhe kryetari yt dhe i Partisë Demokratike po i referohen i Amerikës, po ambasadori amerikan ka tjetër qëndrim nga ky Partisë Demokratike. Patjetër jeni apo s'jeni me Amerikën? Na ndani këtë gjë. Ne jemi me Amerikën, jemi me parimet e demokracisë amerikane. Në thelb Amerika është ndërtuar mbi kushtetutën dhe kushtetueshmërinë. Amendamentet e kushtetutës ata dhe nuk i kanë ndryshuar dhe si puna jon kështu kaq shpesh sa e kemi ndryshuar ne. Dhe ne jemi me ato parime dhe për atë demokraci ku pushtetet janë të ndara dhe ku kushtetuta është baza e themelit demokracisë. Edhe jo një letër. Bashkë sot më duket se opozita kundërshton veten e saj, po më duket mua. Endrit Brahimllari, deputeti LSI-s. Mi mbrëma mirëserët. Faleminderit. Tani, a ishte normale kjo që bëri se LSI-ja, edhe pse ka 20 deputet, duke sikur kam shumë deputet se PD-ja, që bëri sot LSI-ja aty dhe me në krye Monika Kryemallin, të cilën këto gjëra i bën më mirë se kushdo si ja merr dot njëri. I lë mbrapa me Rame, Bashe. Para do të theksoj që ajo që ka ndodhur sot ishte pjesë e opozitës bashkuar, qoftë jashtë, qoftë brenda parlamentit, dhe jemi në një fazë ku opozita është e bashkuar për të mbrojtur kushtetutën. Zonja Kryemadhe këtu tha nuk kemi të bashkuar, kemi bashkëpunim, tha, po jo të bashkuar. Jam le ta marrë deri në fund. Po nuk më le ta mbaroj, s'kam si e them. Tani ti vjen edhe më vonesë në emision, tani kërkon edhe llogari. Tani më vonë pse në emision ti? Erdha me vonesë në emision për arsye sepse mundesh të vizitoja disa miq të mi të lëvizjes Rinore për Integrim, të cilët ndodheshin për vizitë në spital për shkak protestave sot dhe shoqërimit që kanë pasur në komisariatin e policisë në Rinës. Dhe i kërkova ndjes për këtë gjë, por për sa i përket ditës së sotme, unë do të them që sot është dënuar shteti shqiptar, është dënuar kushtetuta dhe për te asaj që keni parë ju nuk ka asgjë vlerë. Nuk ka asgjë vlerë sepse sot ka rënë reforma në drejtësi, sot ka rënë kushtetuta vendit tonë, sepse Edi Rama dhe Partia Socialiste dhe theksoj qartë jo maxhorancë, ne nuk kemi sot një maxhorancë, kemi një parti shtet që teton vendin, kanë zgjedhur një prokuror të përkohshëm, por që i përgjithshëm me 69 vota. Edhe këto të vjedhura. Edhe këto të vjedhura. 69 vota të vjedhura. 69 vota të numëruar nga kryetari i parlamentit, pra kur në historinë e Shqipërisë nuk është zgjedhur një prokuror i përkohshëm, por që do jetë i përgjithshëm me 69 vota. Dhe këtu është totalisht e dështuar. Ka frikë LSI-ja? Po nuk është ky problemi i LSI-s, sepse e dëgjoj shpesh, po kush do kenë frikun? Nuk është ky problemi i LSI-s. Jo, unë di që ti je trim, po nuk është mund të ketë tjera ty frikë. Nuk ka njëri frikë nga LSI-ja në këtë drejtim dhe t'jeni qetë për këtë gjë. LSI-ja vlerëson standardin dhe procesin. Ne nuk kemi asgjë me prokurorin fjalë, nuk kishim asgjë me prokurorin që ishte. E ka bërë punë mirë, ka bërë keq, e vlerëson situata, e vlerësojnë ato që zgjodhen, por LSI është e fokusuar te standardi. LSI lo bëj maksimalisht që me 21 korrik të 2016 ne të kishim një reformë në drejtësi me konsensus, u arrit konsensus dhe ne donin që të vazhdojmë në këtë rrugë. Por sot kryeministri arriti pash Monikën, pash Kedi Mehmetin, pash Flodja Kërpëp. Indriti ka qenë më të zjarrët aty. Vërtet? Se kanë kap kam. Ky Ky ka hedhur? Ju shikoni kamerën. Do të thonë që
Prokuroria e re atë punë e parë thanë Mos kam merak punë sepse ajo ishte mbrojtja e kushtetutës dhe kushdo që cënon kushtetutën e vendit, kjo do jetë gjë më e vogël që ka ndodhur. Këta keni qartë. Se thuaj që prokuroria me këtë ta filloi punën me protestën sot? I ka kërkuar maggjoranca ta fillojë me këtë thash. Kjo është gjë mirë. Nuk e thash unë. Kjo është gjë mirë. Okej, do bëj prezantimin dhe të kolegëve gazetarë dhe më pas do fillojmë me gjëra. Apollon Baçi, akademik, analist me mbrëmje miserët. Profesor, një shkurtër përhyrje, do thënë me atë që pat atje, po edhe me këtë që po prezantojnë ose po rrezatojnë tre përfaqësues të opozitës. A ishte normale ajo që ndodhi atje e para, zgjedhja e prokurores në këtë situatë, që s'ka ndodhur as në 97-ën për të vërtetës. Arben Rakipi zgjedh dhe në Godë Raki mund të vinin atje, që ishte luftë në 97-ën, edhe mund ta pa ispinë Raki, prandaj nuk e mori atë. Apo dhe në situata të tjera, dhe ndodhë 2017-ën, por nga ana tjetër edhe reagimi i opozitës me gjitha mjetet e mundshme, me granata tymuse, me këpuce, me çizme, me përplasje fizike. Nuk e di nga i herë më duket sikur humbas shpresa që do bëhemi në një herë. Është një pikë që ai që pagoi për mua është populli, nuk janë as ta, nuk janë as ata të tjerët. Ata njerëzit që pagojnë për do tjetë, unë mendoj këtë day after, që do ketë nesër. Ja do i digin ato mandatet. Nesër kam pushim, këta në janar të fillin protestat. Okej, do thot nesër me kuptimin. Në fut gjumën se PD-ja. Shishtë ashtu, po s'po ndërpres. A thot një janar protestat? Protestat masive mbar popullore, por jo aksioni politik. Po e kuptoj tani jemi në mes të dhjetorit, tani prit një janar, ju ngrit topi. Po jo aksioni politik. Okej, më falë, profesor, kërkoj ndje se tani, që të bëjmë opozitës në i bën këto nga smime? Jo, më duke do thët që do jetë day after, me atë kuptim që do bëhet. Po që së do vjen në vënd ato kërcënime, do djegi mandatet, do bëjnë këto, do thët Shqipëria dilt një vete të roket diku në i derë, sa më bëhet gati që t'i hapet dhe e derë, fillon në bën një gjerëldil dhe për e derë mbyllet. Më duket nga njëherë se miti Sizifit që merë e qënë lartë të shkëmbin edhe gjithë një jarkullisët, e shtyn opozita, e shtyn pozita, e shtyn që dy bashkë, po ideja ime është kjo gjë, që këta reform në drejtësi nuk e do asë një palë. Denis Minga, drejtues emisioni në Report TV. Mi mbrëma, miserët. Denis, ti si qëntus edhe prezentimin tjetër. Po? Nuk e shoh kaq dramatike sa opozita këtë që ndodhi. Iku ai që duhet ikte në fundit. Erdhi një prokurore e cila punën e parë që do bëj ose bëri, shkoi në Shkodër për të ushqyer foshnjën, kështu që mos ta dramatizojmë kaq shumë. Mos e bëni dhe ju kaq prekse, se nuk është fare prekse, ajo nuk është votuar për të qenë... Nuk e tha për ta prekur, jo, s'bën për atë punë. Ajo është një prokurore e cila vajti punën e parë që bëri të ushqej foshnjën dhe... Me qëse përmendë reagimin amerikan, aty ka një gjë do të thënë shumë të madhe, fakti që nuk u përmend fare zonja Arta Marku, që do thot problemi ishte Adriatik Llalla, që për fajt të opozitës këta nuk duan ta pranojnë, po këta e mbështeten në momentin që duhet ta mbështesin. Dhe ka përshtypjen do jetë një kosto për ta. Nuk është mbështetur Adriatik Llalla. Okej, si emër nuk do t'ja di opozita fare. Okej, ta prezantojmë dhe kolegun tjetër dhe më pas fillojmë. Vetëm një gjë këtë? Po. Mund të se Luan Rama sot mos gaboi ka kërkuar disa herë Arta Marku të riqej. Po si kur ti kishe kërkuar dhe Adriatik Llallës të jepte dorëheqjen, do kishe qenë mandat. Adriatik Llallës që ka mbaruar mandatin. Adriatik Llallës ka shans që vazhdonte në detyrë. Me mandat të mbaruar. Okej, Isuf Kurtaj, gazetari i gazetës Shekulli, mi mbrëmë miserët të prezantojnë atë një. Isuf, kërkojmë ndje se u zjat prezantimi, po. Isuf, në gjithë këto, ti e njeh shumë mirë dhe mbulon prej shumë vitesh si gazetar politike Partia Demokratike. A ishte ky një aksion që duhet ta quaj fitore Partia Demokratike, sepse pas zgjedhjeve të qershorit, ky ishte aksioni parapolitik i madh i rëndësishëm i Partisë Demokratike? Për mendimin tim, Partia Demokratike bashkë me Lëvizjen Socialiste për Integrim sot është përpjekur të imitoj një gjë që sjelli për shtati, domethënë vetvendosjen. Stop. Se më dojë pyetjen. Ti si shqiptar i Kosovës ose
ti si shqiptari i Shqipërisë jashtme, këtë dohet pyeta, kishte vetëvendosje sot aty? Në qoftë se do të ishte një kauze e Partisë Demokratike dhe LSI. Kauz, jo kauz. Që ke gabim është. Ta kam thënë njëherë tjetër, kauz. Jo, shqip është ashtu. Gjovalin Shkurtajn, po ta pyesish, do të thotë që është kauz. Italisht është kauz. Kurse shqip është kauz. Dhe ndërsa sa i përket kësaj çështjes së kauzës, që ke shpërqef. Ja, bëre. Nuk e di se sa është e mundur një aksion i tillë ose nisur nga kjo të bëhet kauza e opozitës. Nëse donte opozita ta bënte kauz këtë lloj gjëje, atëherë do të vepronte ndryshe, do të vepronte si njësoj siç kanë vepruar të gjithë opozitat në mbar botën. Ina po thotë që ne do të nisim aksionin për Zoti Basha në janar. S'ka pse të humbiste kohë, nuk duhet ta ndalonte që në kuvend. Jo në janar, kalojnë ato ditë para sa 30 mirë ushqimet aty nga mezi, për të saktësuar. Me të gjitha mjetet duhet ta kishte ndaluar sot, domethënë, kishte pse të priste. Nuk ka ndaluar aksioni, protestat barë popullore. Por sot e kemi zgjedhur për të saktësuar gjë. Nuk e kemi zgjedhur, prokurori kemi zgjedhur. Ajo zonja është emëruar. Është emëruar një krye prokurore. Jo vota tani si vota të vjedhura. Tani me vota të vjedhura, ina edhe ti tani aty kishe vota. Tani Tauland Balla, po ja që ka 36 vota dushin. Nuk ka 36 vota në kushtetutë, zgjidhet krye prokurori me 36 vota. Me shumicë prokurori përkohshëm, jo, dispozitat. Aty ja fusi vota. Jo dispozitat kalimtare keni votuar ju me reformën drejtësi. Ç'i keni këto? Kurba që ka ndodhur sot. O Denis, tani ore se po bëjnë 3 hita, se kujtojnë se janë parlament. Po flasim me radhë. Okej, ja, ma sqaroni ju këto. Ka dispozita kalimtare. Pse e thoni këtë kushtetuta ka 84? Absolutisht që ajo është e emëruar dhe e paracaktuar që ku ka qenë intervista e saj te Komisioni i Ligjeve. Merre historikisht. Komisioni i Ligjeve vetëm antarët Komisionit të PS-s marrin intervista. Shkonit ju, se ignit. Ishte e paracaktuar, po zotërin. Si ishte paracaktuar ju ikët e lini komisionin. Nëse ju do kishit patur, nëse do kishit bërë. Ka dispozit kushtetuese. Me që ju e keni ditur që ajo do emërohet, siç po e thoni ju. Atëherë pse se keni bllokuar? A ka më bllokim se çfarë ti bënim sot? 6 muaj, 1 vit e gjys në Kosovë nuk ka kaluar demarkacioni. Ata që kanë pas seriozisht. Nuk e di sa keni pas ju seriozisht. A mund bëhet një kauzë, një gjë e tillë, nëse ju e keni seriozisht duhet ta kishit bllokuar. Edhe në komisione, aq më tepër sot parlament. Mua më duk si shoh ajo që edhe që bëri LSI-ja së bashku me PD. Duhet ta kishte ndaluar nëse e ka seriozisht. Unë nuk jam me Jusufin të rast më shumë se kaq s'mund bënte as opozita. Pak me radhë gjërat. E para herë pikë parë do duhet të sqaroj diçka. Arsyem pse ne shkuam sot në këtë gjendje. Shkuam sot në këtë gjendje sepse nuk është respektuar kushtetuta. Çfarë i kushtonte kryeministit të vendit të respektonte kushtetutën, të ngrinë KLP-n, shkuan emrat e KLP-s, mos gaboj, u zhblloku KLP-ja dje apo dje, shkuan emrat e KLP-s. Mirë, ajo ishte një procedurë. Po tani do lesa sjanë lutem. Po sjarot, po edhe kur ka gabime do themi Endrit, se si min mbledhjen e kryesisë LSI-s këtu. Po KLP-ja nuk ekzistonte. Nuk e pasë se ai zotri e bllokon te KLP. Ishte proces. Ishte proces. Ai zotri. Po mos hidhe nesër i thua se ai zotri e kjo është marrëveshje politike. Ai zotri. Po ish propozuar dhe marrëveshje politike. Bileja 1 minutë ish propozuar dhe marrëveshje politike ish propozuar se kjo nuk është dispozitë kushtetuese dhe ka shkel kushtetuesen. Ka shkel kushtetuesen. Edhe sot në parlament. Hajde ulemi në tavolinë po do votojmë 36 vota. Sot në parlament grupet parlamentare dhe të PD-s, dhe të LSI-s, dhe të Partisë Republikane, grupet parlamentare kanë paraqitur kryetarit të parlamentit një kërkesë me shkrim për ta anulluar sot zgjedhjen e prokurores së përgjithshme. Duke i ofruar edhe Golden Goal. Po sot ishte ngjarje. Edhe Golden Goal u hoq. Nuk ishte në renditës. Mundësinë e plotësimit të boshllëkut ligjor të dispozitës kushtetuese që ati mungon. Absolutisht ata e kanë shkel me 2 këmbët, janë të ndërgjegjshëm i kanë bërë, është e qëllimshme, e paracaktuar që ata ta zgjidhin sot. Ore, po ta marrim shumë thjesht të punë, do të lutesha, po ta marrim shumë thjesht të punë. Çfarë i bëhej mazhorancës së sotme? Që me atë situatë që u krijuan në parlament, po e quajmë situatë që opozita kaloi gjitha caqet, me që krijuat një situatë e tillë, ndaloje për sot. Ta diskutojmë. Ta diskutojmë. Por ata ishin
Me se zbën duhet ta zgjidhni, nuk duhesh prokuroreja e përgjithshme ta zgjidhni ta kaloni sot me çdo lloj kostoje. Profesori tha fjalë që pse i duhet prokurori nuk është zgjedhur prokurori i përgjithshëm në këtë formë, as në 97-ën. Denis, jo më thuaj, cilat janë dosjet që janë hapur? Nuk e di. Nuk e di se çfarë. Ata çfarë do mbyllin kjo kur janë hapur? Në hetim është Adriatik Valla s'ka hapur asnjë dosje. Vetëm Sajmir Tahiri, po. Sajmir Tahiri. Po, dakor. Sot është s'ka të drejtë mo Ina tani mos u bëni tani. Nuk ka të drejtë prokurori për koshën të bëjë veprime. O Ina, janë dispozitat. Është gabim. Po janë dispozitat kalimtare. Jo, lexoj. Ke informacion gabuar. Jo, lexoj. Sa ka përgatitur? Po, ligji 96. Lexoj. Ju lutem regjia ta fokusoj. Neni 160 i ligjit. Më dëgjoj. Deri në krijimin e Këshillit të Lartë të Prokurorisë, prokurori i përgjithshëm do të vazhdojë të ushtrojë kompetencat e mëposhme, që janë pezullon prokurorët /c. Pezullon prokurorët sipas procedurës dhe kriterëve. Se pezullim nuk është shkarkim dhe pezullim, po çfarë do të bëj? Pezullimi, po pezullon prokurorët. Jo, po s'ka lidhje me çështjen tjetër. Ja heq ka dora dosën me pezullim. Pezullon, po kjo është pika më e rëndësishme që i ka lënë kryeprokurorit që vazhdojnë me të njëjtat kompetenca që ka edhe. Po ky s'ka kompetenca, s'ka drejt të hap dosje, të mbyll dosje. Jo. Kryen vlerësimin e punës, në bazë të cilit do i bëhet vetingu prokurorëve. Je vlerësimin e punës. O Ina, po themi pra hapi mbyllë dosje Ina. Po çfarë vlerësimi? Sa ai nuk do rrim shumë se 2 muaj. Mund ta sqaroj. Ja, sqaroj. Më mirë ti lexosh, Unë them, pezullon, kryen vlerësimin e punës dhe ka të drejtën transferimit, do të thotë që ka mjete të mjaftueshme për të ushtruar presion mbi çdo prokuror thjesht të Republikës së Shqipërisë që të mbylli dhe të hapi dosjet që ka dëshirë prokurori i përgjithshëm. Kaq, pra çdo mjet presioni që ai ka, në momentin që ai ka të drejtë të transferojë, ka të drejtë të pezullojë dhe ka të drejtë me ligj që të ketë mundësi të bëj vlerësimin e punës, që ti do kalosh në veting me atë vlerësim pune, do qëndrosh apo jo prokuror, do thotë që ai ka karrierën tënde në dorë. Njeri që ka karrierën time në dorë, patjetër që mund të vendoste nëse ai e pezullon apo nuk e vazhdon apo e vazhdon një dosje apo hap një dosje tjetër. Pavarësisht interpretimit tënd, kjo është ligjore. Tjetër gjë ka për diskutuar pikë tjetër? Kush është? Patjetër është shumë e rëndësishme që në asnjë moment të ligjit. Jo, ata aty Ina, të lutem. Po desha unë t'i lexoj të gjitha. Po jo të gjitha ato që pra më të rëndësishmet janë këto që them unë. Vërteton mbarimin e emërimit të një prokurori, pra kur i mbaron koha, pezullon dhe transferon prokurorin sipas rasteve dhe kryen vlerësimin e punës që do të jetë i rëndësishëm për procesin e vetingut. Pra është një nga dokumentet që i futet dosjes vetingut. Qofse këto janë mjaftueshëm për të shtuar, një analizë nga ju është një nga elementet. Vetingu ka pasurinë, ka gjëra aty në rrymë do të prokurori. Të lutem. Edhe një gjë ta them sepse e kisha që në fillim. Reforma në drejtësi u bë për 2 qëllime. Qëllimi i parë ishte të heqim prokurorët, gjyqtarët e korruptuar dhe të kryejmë. Po mbaroj mandatin, aman trutën. Aman mos recitot. Po ta mbaroj. Po jo ai mbaroj mandatin, çfarë? Mbaroj mandatin, po duhet vazhdoj të. Po jo mos i vazhdoj më ti mbaroj mandatin. Sepse ato e heq KLP-ja, ky është ligji. KLP-ja nuk ngritina. Pra shkosa nuk ngrihet KLP-ja, rri në fuqia që është. Është gjë më e rëndësishme në drejtësi. Prokurorja që u vu tani, ka kaluar vetim. Mbështetet në ligj. Mbështetet në ligj. Në ligjin e dispozitave kalimtare, po s'ka. Okej, profesor, analizojmë kërkoj ndjesë. E lan profesorin në shifullit s'ka fol fare, vetëm profesori s'ka fol. Pastaj do të lexoj edhe kushtetutën e Shqipërisë se si parashikon se si zgjidhet prokurori. Po lexove gjithë kushtetutën, jo, vetëm në emisionin. 148. Profesor, ju lutem. Po. Analiza juaj. Më duket se qëllimi i vetingut nuk është heqja e gjyqtarëve të korruptuar, i atyre që kanë filluar, mos më thani që vetingu ose kjo reforma ndërsi filloi nga ne, ka filluar nga jashtë, po ja. Është kputja e lidhjes së shkurtën midis politikës dhe drejtësisë, në kuptimin e simbiozës që të dyve. Unë kam qenë atëherë, kam djek atëherë, kam qenë... Ky është qëllimi i dytë, po s'ma la Landi ta mbaroj. Jo, ky është qëllimi i parë. Qëllimi i parë vetingu dhe qëllimi i dytë ndarja nga politika, që të dyja nuk u realizuan sot.
një prokurore politike dhe pa vetim. S'ka mbaruar se s'është. Po kjo është në detyrë. Arta Marku mendoni do prishi reformën drejtësisë. Arta Marku sot është detyrë kushtetutës. Si veprim ka shkelje rënde kushtetutës. Arta Marku nëse do të zgjidhej nga nuk ka ndodhur një ata e madhe. Jeni të bindur. Po, profesor, kërkoj ndjes profesor, po lejo të paktën të bëj pikën në fund, mos më le me parasje. Me një presje. Atëherë do të ja, shef, as bile jo, as parasje nuk me lejo. Profesor, kanë nga protesta këta, kanë atë adrenalinën tjetër. Atëherë, simbioza politike cila është për mua, do thot, unë kam qenë në Deutsche Welle në atë kohë, kam qenë në gjyqin që u bë Fatos Nanës. Fatos Nanë i kanë thënë edhe këtu në këtë emision që mund këtë bërë 1001 gjuna, po më të që u dënua atëre që u fut në burg nuk ishte si gjuna. Do thët cila që ajo dili midis të dy palve, gjyqjet politike i ka mund, gjyqjet private i këti, merë shto arrogant tënde. E qonte në vitin 92, gjukatësën që ishte nga Tirana dërgonte në Lesh, me 300.000 lekë arrogant nuk e di sa ka qenë në atë kohë, ajo aq hargjonte me benzinë, edhe po njëkohësisht mbyllë syni, nuk shihi gjë tjetër për këtë. Për sot, për testa e sotme, për mua do që shumë binse, po që se do ishte populli që do dilte dhe jo partit që do dilnin. Për mua do thot do ishte si në Bukaresht, ose në Athinë që ka një vetdije politike populli, tek ne për fat të keq nuk ekziston një vetdije këtil. Dy palët e kanë shmang komplet popullin, e për mua ka dy njësi, do thot dy janë, nga një anë PD-ja unë i shikoj bashkë në një kaos të përbashkët, dhe nga ana tjetër është populli i cili vlen vetëm për votimin. Do thëje këtë gjë që do fillonin për këto bisedimet për Bashkimin Evropian, e të shti zihen për mua ajo që të fole që parë, zihen për shpatën e drejtësis dhe jo drejtësi, në kuptimin ta kem unë të këpus kokën ty, ose ta kesh ti që të ma këpusesh kokën mua. Mua më rëthë shumë keq, me qenë se këtu jo dha ajo PD-ja, ka një kohë gjatë që nuk ka patër kaos. PS-ja ka bërë një gabim fatal për vetën e vetë, sidomos si jo dha kaosën PD-s. PD-ja të ashtu e ka një kaos për cilën të luftoj. Po ta dëgjonit atë fjalinë e Berisës, është pak e frikshme, në shpallën luft do t'i përgjigjemi dhëmë për dhëmë, nuk e di, sa do ketë fuqi ta bëj këtë gjë, pa ma dhe 20 vetë mjafton që të prisin... Kishte nga fuqia 73 vjetë që të muaj... Nuk e kam fjallën për fuqinë e tia, po e kam fjallën për fuqinë e militantëve, edhe 20 vetë mund ta bëjnë rëmuj qytetin. Për mua njëherë ka vetë në këtë mes edhe kjo me shoqërinë civile që thuhet, unë s'kuptoj këtë gjë pse e lanë të tërë. Nuk e ka lënë vetëm PD-ja, PD-ja nuk u morë, do thotë që kjo mund të ishte tema, tamam që të dilte këtë gjë. O ta hiqnin nga kushtetuta, o të bëjë në gjë, po në rast se kjo do bëjë pengesën në fund e kuptoj që këtu do dilte, se nuk e morën masat që përpara. Nuk e morë PD, nuk e ka marë Euleksin, nuk e ka marë o dati do thët për mua, edhe fajnë kryesor, më kryesorin në këtë mes, në këtë rëmuj që u bë, e kanë Euleksi dhe Euraliosi edhe, po, për njësoj është, nuk ka një ndërësim për mua. Jo, që dy njësojën do, edhe obdatit, të cilët këtë gjë, duke kuptuar, unë shikoj edhe biografit e këtyne, që e në këto, ajo zonja, nuk e di se si i qujnë atë Bergman, se i kishte enë, një shikoj biografin, është në nemë, nuk ka qenë asë njëherë në pozita magistrati që të bënde ligjet, të ishte kretarë, të ishte këto. është njeri nga më të rëndomët që mund të eksistojnë ndërësi. Ky tjetëri si verti, ky ka, po ky është në punë se ambasadës. Atëre do thëtë, këta njerës, sa mund t'jenë pavarën, sa mund t'jenë që i drejtojnë, sa janë t'interesuar që drejtojnë tamam aty ku duhet. E për mua fajnë më kryesor në këtë mes e kanë këta, do thëtë edhe nuk jam në gjendje që të kuptoj edhe këtë gjë, për shembull unë do thë horoskopi kines na parashikon që muaj janar do t'jetë muaj peshkut, Prit, profesor, edhe një, si ishte kjo? Horoskopi kines? Horoskopi kines në janar do t'jetë muaj peshkut madh, Publicitet.
Faleminderit të gjithëve. Prania juaj është shpresa e këtij vendi. Prania juaj është treguesi i forcës asaj që kemi besuar këto 27 vjet. Është treguesi i asaj që ne duhet kemi një të ardhme të mirë për këtë vend. Mos pranoni të komandoni. Nga ata që po... Ma theve krahun! Ma theve krahun! Qaj posa e shumë? Pa në ambulansë, që zopë, ku me ardu? Që në ambulansë? O, krahu, bre! O, krahu, bre! O, krahu, bre! Faleminderit, kthehemi në studio. Ishim pami nga protesta e sotme e opozitës për të ndaluar zgjedhjen e prokurorit të ri të përgjithshëm të përkohshëm, që në këtë rast ishte zonja Arta Marku. Në fakt, komendi tani unë do doja që regjia të shfaqi. Sot lajmi që ne pam sot e bën 2 gra. E para Arta Marku që u zgjodh prokurore e përgjithshme. I lutem regjia foton e parë. Dhe lajmi i dytë ishte gruaja tjetër, gruaja e dytë ishte Monika Kryemadhi. Po ndjekim këtë foto, dua një përgjigje nga të 6 të ftuar. Zoti deputet, a është normale që prokurori i përgjithshëm, në këtë rast zonja Arta Marku, të zgjidhet në këtë formë? Thash që në 97-ën kam qenë prezent aty, madje duke qenë një gazetar që kam ndjekur dhe kam mbuluar gjithmonë prokurorin, domethënë dhe kam përvojë nga mbulimi i këtij institucionit, nuk e kam parë asnjëherë në këtë formë. A është normale kjo? Shikohet në 2 këndvështrime. Këndvështrimi i parë është në rolin e një feste dhe ajo zgjidhet nga Partia Socialiste duke hedhur fishe zjarr, duke festuar fitoren. Në fakt është vërtet për të ardhur keq në 2017-ën në një situatë krejt të qetë dhe normale të zgjedhësh një krye prokurore të përgjithshme, të përkohshme në situatat të tilla të parlamentit. Unë e thash dhe pak më parë dhe sikur të ishte çdo gjë e rregullt, thjesht acarimi, thjesht dalja jashtë normalitetit të seancës nga opozita, do të bënte me një mazhorancë të përgjithshme për ta ndaluar atë seancë, për ta ndërprerë dhe për të kaluar në një fazë të dytë me negociata, me marrëveshje se si mund të zgjidhej. Vazhdimi me këmbgulje, me çfarë do lloj kostoje, diçka fshihet dhe vërtet për të ardhur keq në këtë drejtim. Ina, komenti juaj? Kjo është... Edhe një foton të lutem dhe komenti... Prokuroria e përgjithshme e përkohshme është PPP-ja e radhës e Ramës për të mbuluar gjithë aferat e PPP-ve tjera që ka bërë në këto 4 vjet. Ajo pamja aty nuk është një pamje normale e një demokracie dhe mënyrës se si duhet zgjidhet krye prokurori, jo politik, dhe krye prokurori në kushte normale të një demokracie normale. Ajo sot nuk ka besimin e qytetarëve të vendit saj se do bëj më të mirën për drejtësinë e vendit. Si fjala që tha ajo e vetmja fjalë është e rrallë që mjafton që dikush një personalitet thot vetëm një fjalë dhe ti ke 1000 fjalë për të thënë për atë fjalë, atë të vetëm fjalë, betohem. Domethënë mënyra se si e tha zonja Marko. E kishte sinqert në faktin na betohem. U betua përpara atyre që e vënë prokurore. Jo, duhet ta gjykojmë ashtu. Po absolutisht u betua. Unë dua të them diçka. Sepse unë them që ajo ishte në tension. Nuk që bërë dhe i veprim tjetër. Më fali, thot unë zbetohem sot.
Sepse kjo nuk është normal. Do moral kjo punë, do moral kjo punë. Nëse zonja... Ja ta gjojmë minut, ta gjojmë minut. Betuar mbi kushtetut që nuk e bëri, kështu që... Ma more nga goja. Pa përvoj, Do të thoja që ajo sot u betua që do të respektoj kushtetutën duke e shkelur kushtetutën. Pra akti i pari betimit sa... Ajo është dhe femër si ty. Ajo është duke... Unë do të respektoj aja shmasën që ofse zonja Arta Marku do t'ishte kryeprokurorja... Dhe jo Arta Marku gazetari, se sot janë bërë lëmsh gazetarët, i këshin qude request për friends aty. E zgjedhur me propozim të KLP-s, si 3 kandidatura me propozim të KLP-s, si 3 kandidatura të sjella nga KLP-ja dhe që kuvendi e votonte me 84 vota, unë do t'isha e para që zonjës Arta Marku, që nuk e njoh fare, do t'i uroja suksese në detyrën e saj. Por e zgjedhur suksese publikisht, e zgjedhur në këtë mënyrë me këtë votim, pa veting politikisht, ajo nuk ka... Një fjalë do të ashtoj. Arta Marku do kështë hyrë në histori, si kur sot në atë situatë që gjeti parlamenti kur hyri nga një dere fshet, që hyri aty dhe kur pa një situatë, e mbronin me çadër për të thënë një fjalë betohem, të kështë e thënur që sot unë nuk betohem në këtë situatë që është parlamenti, dhe vërtet do të ngelej zonë Okej, se do kemi komentin. Po, Endrit, çfarë ka bëjmë për bërë? Objekti sot nuk është zonja Marku. Po është ai njeriu aty që është para asaj, kryeministri i vendit. Gabimi fol për vete, jo për tjerët. Ai njeriu aty që ka dhunuar kushtetutën dhe ka çuar parlamentin këtë gjendje. Sepse ka çuar Edi Rama këtë gjendje në parlamentin. E para nuk është zonja Marku dhe nuk duhet ngelemi tek emrat. Jo, ajo u zgjos. E para, e dyta, nëse ti ngret çështjen pse i parlamenti është sot ashtu, unë do të them pse këto persona vendosen të bëjnë pjesë në një proces antikushtetues. Ku ke pa ti që në të gjithë prokurorët që morën pjesë në komisionin e ligjeve, lutem. Sepse ku ke pa ti ku shkruhet dhe ku është e thënë në Kushtetutën e vendit që komisioni i ligjeve i Ulci Manjës si një komision partije funksionon në mungesë të KLP-s. Jo, si edhe kuvendi, procedura. Lutem ta sqaroj tani se unë s'kam fol fare gjatë emisionit, po të sqaroj gjithë gjërat, ti marrë me fillim. Jo, po nuk e foli Ndrit, po mos u ngarko, shkarko, Jo, nuk jam i ngarkuar me shumë. Mos shiko tani minutazhet di u këtu. Tani ti thoj që s'kam folur. Ju po na fusin në një grac ku po ndërtoni gjithë bisedën e emisionit tek problemi i zonjës Marku. Por ne nuk është problem zonja Marku. Tani Ndrit, këto grac kanë leri me në një tjetër që të emisionin në këtë debat, në këtë grac ku problemi nxjerr zonja Marku. Sepse i bëjmë dhe një rendes më të madhe zonja Markut për të asaj rendes që ka pasot. Nuk është zonja Marku problemi. Atë thuhet ti, problemi po të funda këto jo graca këto leri këto dritën. Ajo skenë sot parlament nuk ka qenë për zonja Marku, ka qenë për dhunuesit e kushtetutës. Për kryeministin e vendit dhe atë parti shtet që solli atë prokuror për të votuar në këtë seancë. Ka shkelur kushtetutën e vendit. Unë se kuptoj tendencën që kanë gjithë për ta fokusuar tek emri në fjalë. Kush e ka këtë tendencë? Problemi kryesor sot është që kryeministri i vendit ka shkelur kushtetutën. Njëri i cili nuk respekton kushtetutën e vendit të tij, njëri i cili dhunon shtetin, kjo gjë këtu është gjë më e vogël që mund ndodhi. Okej, Yusuf, komendi yt? Po sigurisht që full screen lutem. Për këtë pamje bara më të madhe ka qeveria, por unë nuk e shoh të shkëputur edhe opozitën për gjendjen që ka ardhur deri në këto fotografi që po shohim. E thash edhe më përpara, domethënë që nuk është surprizë kjo situata këtu, sepse këtë situatë ne kemi mujtur të mos e sjellim nëse opozita nga ana e saj do të kishte dhënë një kontribut, jo sot. Domethënë do të kishte dhënë shumë më përpara për të arritur deri tek një akord i përbashkët, sepse është e pam për mua për çfarë do lloj gjëje tjetër mund të protestojsh, po të protestojsh për një krye prokurore, të mos arrish një dakordsi për krye prokurorën, të mos arrish një dakordsi, më duhet ta quaj një gjë jo normale. Kushtetutën e su. Sa nga maggjoranca po as edhe nga opozita. Denis, është një foto që tregon që si grua mos vjen shumë mirë në fakt se ajo duket e friksuar aty, nuk është sa ka thënë beto. Po pra, jo ashtu siç tha zoti. Jo, si? Siç tha zoti Baçi që ajo tha betohem që do shkel. Jo, absolutisht. Ajo është shumë e friksuar aty, pret në një mos i vi ndonjë nga këto flakadanët dhe menjëherë sa thot betohem ikën.
Do në një vend ku politikanët janë peshkaqen, imagjinoni kryeprokurori i vendit duhet ishte mbi peshkaqen, super peshkaqen që të merre me peshkaqenët. Kështu që zonja Arta Marku, për mendimin tim, të vetëm mision të saj ka vetëm lirimin e zyrës, domethënë nxjerrjen jashtë Adriatik Lallës nga zyra e prokurorit përgjithshëm. Kaq. Profesor, komenti juaj për këtë foto? Më vjen keq për të, do besoj që ajo duhet të jetë shumë e tranditur. Çka ka? Kërkojnë ndjesë ndërhyrën, po të thash nuk është ajo objekti. Po të kërkojnë ndjesë për ndërhyrën. Po, ti ku e di se ku do dalë unë, apo jo me... Po me ardhën, nga i zotëria dy para ka shkatru vëndin. Po mirë, vazhdo të flasi kësë të një. Jo, kërkojnë ndjesë për ndërhyrën. Kërkojnë ndjesë, mos e vazhdo më. Unë nuk kam e detyruar të ndjek me dojmë ose dhe vijnë mendime të ju. Më vjen keq për te, si ishte kjo, mund të ishte dikus tjetër, mund t'je një tjetër. Po, në këtë mes, më duket është një gjë që të tërë kanë faje, nuk është se ka faj vetëm PS-ja, nuk ka faj ka vetëm Oralius, ka faj e PD-ja dhe po ngulmoj akoma në këtë gjë që e dinit që do vinte kjo dit apo jo. Edhe mua më duket nga ana tjetër që të tërë janë paka shumë të kënaqur që u bë një lloj situate e këtillë. Mua nuk më duket se këtë reformën në drejtësia si palë nuk e do. Nuk e do se që gjithë kanë ato që keni ju në krye të partive tuaja, kanë ato mëkatet e veta, se cili nga ta mund të hynte do thot kur të duash. Mund të hyj edhe Tahiri, mund të hyj edhe Rama për ato check-upin që ka bërë, edhe këto për kanabisin, mund të hyj edhe Berisha për ato Gërdecin edhe 21 janari, mund të hyj e Basha për edhe rrugën e Kombit e këto. Janë të tërë njerëz që ndjenë që kanë një shpatë Damoklesi në kokë, edhe kjo gjë, kjo situatë e turbullt, mua më duket se nuk është që nuk i kënaq. Foto tjetër, foto e Monika Kryemallit sot në protest, është një foto me të vërtet shumë interesante, full screen, kemi mundësi më shumë. Kjo është foto për çmimin policer për mua, Gent Shkullaku, sot ka bërë nga fotot e tij, ai është nga fotografët më të mirë në Shqipëri, po këtë kam numëruar unë aty janë 28 policë dhe vetëm Monika Kryemalli. Komendi juaj. Ja mori sot Monika gjithë. Fotoa është foto. Po foto është marrë nga realiteti? Ja, një minutë nga realiteti, po është marrë nga realitet shumë të zvogluar. Foto shumë e mundje. Me vëmendje. Sonja Kryemalli ka qenë nga parlamenti duke u futur mes turmës, besoj. Po pikërisht ashtu. Në një moment caktuar çdo individ. Full sepse e kuptoj më mirë. Si është gjetje e fotografit. Më shumë se sa një, ku e di, një veprimi i Zotit Kryemalli është një gjetje e fotografit. Po s'është për improvizim, lutem. Do të vira dhe. Fotoa është foto. Aty në foto mund gjë edhe një fëmijë rastësisht ta fotografojë dhe asellë atje. Monika Kryemalli është kryetari i LSI-s, ka qenë në krye të partisë vet, në krye të protestës, dhe absolutisht marrë një moment të caktuar aty midis policëve dhe nuk është për të bërë ndonjë më shumë. Monika Kryemalli mund të veçoja sot në parlament për qëndrimin e saj brenda, domethënë individualisht për punën që bëri. Nuk duan të japin dafinat, Sa për të marrur, Partia Demokratike është opozita e këtij vendi dhe Partia Demokratike kishte peshë kryesore aty. Nuk ka gjë për, si jemi në garë me LSI, LSI-ja është partia vetën. 28 policë aty dhe vetëm Monika Kryemalli femër aty e vete. Komendi juaj. Unë sot pash dhunë dhe femrave deputete, pash një deputete vajzë të re bashkëpunëtare time që ishte e gjakosur e dhunuar nga policia. Do të bëj pyetje tjetër edhe më, ç'po më pyet tani? Ç'po më përgjigjet? Për këtë foto. Po të them që femrat sot kanë qenë vërtet në krye të protestës, të gjitha femrat e opozitës. Si a dafinat e janë profesor. Do dafinat PD-ja. Dhe femrat janë vërtet. Ina, unë doja të ishe drejt për drejt e kjo tani. Po drejt për drejt jam zonja Kryemalli, ashtu si gjithë zonjat e tjera deputete dhe jo deputete protestuse, sot kishin një qëndrim vërtet heroik që lidhe me mbrojtjen e demokracisë dhe kushtetutës, se s'ka ndonjë gjë të veçantë. Po s'ka asgjë të keqe se deputetin mes policëve futet deri se prek njëri me dorë. Ka një heroizëm për te asaj çka ka ndodhur në gjithë protestën, ku duhet me qenë dhe më të qartë tani pasi ka përfunduar dhe parlamenti, por dhe debati brenda në sallë, pikë pari do duhet që të kuptojmë që ato që janë aty përballë zonjës Kryemalli janë prindër, kanë fëmijë, edhe për te
shpesher detyrës tyre dhe sakrificë që bëjnë në shërbim të vendit, janë detyruar që shpesher të zbatojnë dhe urat e prorëve tyre. Ajo është një foto e cila tregon gatishmërinë e çdo politikani për të qenë në komunikim drejt për drejt me ato cilët çdo politikani jo Andrisë. I shërbejnë, po flas politikanë, profesion është politikane. Për të qenë në komunikim, sa është komunikim me mesazhovat oficiale e policisë, për të qenë në komunikim mbi situatën që po ndodhen raport me demonstrues, sepse shpesh na është dashur si deputet që edhe të qetësonim turmën për mos ardhur për te përkaluar gardën e policës në parlament, sepse kjo është një ndër problemet më që kanë organizimi këtyre takimet më mëdha këtyre protestave, duhet menaxhuar situata në perfeksion, por nga ana tjetër unë do doja për te çdo gjë që ndodh vlerësim për ato punonjës policisë cilët janë vendosur aty për te asaj çka ka ndodhur gjatë ditës sotme, sepse është vërtetë që tha dhe Ina për sa i përket Floridës, po ndoshta do të diskutojmë më vonë si që i detaj shumë e rëndësishëm në momentin ku të diskutojmë të dy fotot dhe pasaj. Unë e shoh më të fuqishëm se sa këtë foto të zonjës Kryemadhi, deklaratën që bëri mas apelit të zotit Berisha për djegjen e mandateve. Nëse zoti Berisha tha të djegë mandatet, kjo tha jo. Dhe nga ana tjetër Basha u bë palë me zonën Kryemadhi duke heshtur. Domethënë për mua ky veprim i zonës Kryemadhi. Unë kisha dhe në aspektin gazdaresk, se Gen Shkullaku, këtë do të thonë foto është e realizuar, këtu kam fjalë. Foto shumë e bukur. Kjo është foto e vitit është kjo. Por dhe kjo që po them unë është shumë e rëndësishme sepse ajo Landi ka gjë, nuk ka urrëti atë foto. Po pra, po, e ka profesori, nuk ka urrëti, nuk ka përplasje aty. Po aty ka diçka, ka disproporcione që është fantastik aty. 1 me 28. Plus asaj që policia aty shkoi. Po 28 policë është zonja apo është policie? Një politikane femër me 28 policë. Se ne dim që zonja Kryemadhi është luftarake, po sot ishte emocionale, kam përshtypjen unë. Ishte edhe kam një detaj se ju fal Denis. Jo, s'ka gjë. Kemi në gabim tjetër. Jo, ju mos jeni dhe kështu mos gaboj ushtarak në profesion, në arsim. Po të shikosh... Jo vetëm, Një pra, po të shikosh gradat që ato mbajnë mbi supe janë punonjës policie bazë. Po, janë punonjës e policisë që përballen për ditë me vështirësitë e qytetarëve, që përballen për ditë me terrenin e vështirë nga Shqipëria. Kush është detaji këtu që ka petit? Detaji është që nuk janë ato punonjës policie që mbajnë gradën e drejtuesit që sot 3 për tyre janë kërkime nuk i gjen ku i ka policia. Pra këto janë vërtet punonjës që duhen vlerësuar. Këto janë vërtet punonjës policie që duhen vlerësuar. Detaj kështu, më thashë zona pa taksje fare. Zonës Kryemadhi i ke bërë një favor të madh me këtë foto se ajo pati jo duke nxjerr këtë foto se ajo pati momentet e tjera që mos kalon në të kundërtën e Indriti tani. Dua të them këtë që zonja kemi 10 minuta që po merremi me këtë foto dhe me foton një batutë. Zonja Kryemadhi është shumë luftësarakte, dihet, shumë këmbgulse, sot ishte pak emocionale, ishte edhe inatosur në ca momente, mendoj që prodhoi pak politik sot dhe nga ana tjetër ajo që ne harrojmë është se zonja Kryemadhi është një kosto e madhe për presidentin e Republikës. Me gjitha këto veprime, se presidenti i Republikës është, jo, ka lidhje se presidenti i Republikës është mbrojtës i rendit kushtetues të gjitha. Bashortja duhet në një farë mënyrë është një problem që duhet ta zgjidhë ka përshtypjen. Është një tendencë për ta Jo, absolutisht nuk ka lidhje. Ta dëgjojmë Jo, mua më duket fotografia kur një femër ndodhet midis policëve duket shumë e bukur sa mund të jetë në realitet. Okej, vim të diskutimi tjetër. Ne sot, zoti deputet, pam për rreth 3 orë që zgjati ajo, por në fund kemi një rezultat, ne kemi një prokuror të përgjithshëm. Çfarë pritet ndodh tani? Po, absolutisht. Kemi një rezultat të dukshëm i legjitim, kemi një rezultat që ka dalë me sforco dhe jashtë çdo lloj rregulli parlamentar. Kemi dhunim të kushtetutës, kemi për të ardhur keq dhe turp numurim të votave në mënyrë të turpshme duke marrë kartat e deputetëve të PD-s, duke i futur te makineritë dhe duke votuar dhe nuk arritën dot numrin 71, po ngelen te numri 69.
por ata e kishin të parazdruar. Kishte mungesa në salë? 36 duhesh, nuk është Ishte nevojshme se donin ta kalonin 71. Edhe ju e krijuat klimën që morët kartonat e PS-s. Donin ta kalonin në SSB. Nuk është ka përshtypje nuk është një debatizëm në këto kushte, ku shikojmë një parlament të tillë, një seancë të tillë, një rezultat të tillë, mua më vjen keq. Më vjen turp edhe vet që të jesh aty në atë parlament dhe të shikosh. Ju vetë si deputet bët në një gjojtë, hodhët në një gjë? Nuk mbaj më në gjë. Mos më thoj tani që... Jo, ka përshtypje, nuk e di se... Në i ty muse, në i granatë... Megjithatë, aty çdo gjë është e filmuar dhe kështu që nuk ka problem shumë që mund të shikohen ato dhe po të kem hedhur, kam hedhur. Nuk e di dhe mirë kam bërë, po kam hedhur. Nuk e di s'mbaj më në gjë. Pas këni qenë kaq një gjendje emocionale sa që s'mbani mend çka keni bërë. Kishte emocion fakt profesor aty brenda. Kishte emocion. Kishte emocion. Ti e kishe edhe për të parë. Ishte ti, deputeti i ri. Kishte emocion, por emocioni më shumë ishte nga pala tjetër, do të thoja unë se nga pala jonë. Ata ishin shumë të emocionuar, ajsa për çdo moment, sa herë që dilte, po ju marr vetëm një shembull. Ma përshkruaj pak e dal doktor Berisha për të vajt në foltore. Kush është doktor Berisha? Duke dalur me një okej të kryetarit të parlamentit. Lutem edhe një regjia momentin e Berishës. Për në foltore, po? Jo, është ekskluzive imja, se unë kam qenë aty dhe është dhe kryetari, domethënë është ish kryetari jonë, është lideri. Dhe është drejtuar drejt foltores. Është ekskluzive. Sepse ishe pra foltorës, isha më afër. Se jam deputet i PD-s, pse? Aha, ja pra. Po ju po flisni. Po pra, dhe ndërkohë regjia shoqëroi me pamjet me gjithë atë përplasje me zotin Berisha. Më lejoni që ta përcaktoj mirë këtë me okejin e kryeparlamentarit për procedurë. Po. Dhe garda me njëherë sa del. Si ishte e Ruçit, se e tha Berisha në fakt. Absolutisht Ruçi tha okej. Ruçi tha okej për procedurë. Dhe garda ka marrë një urdhë, se nga e mori ato urdhë. Ja, ky është momenti. Dhe me njëherë ka përshtypje garda mund të jetë keq kuptuar, mbase mori nga kryeministri urdhën. Ruçi po ndërhynte që thoshte largoni garda. Garda nuk largohesh. Ata zakonisht afrohen sa herë që vjen ndonjë deputet. Ja ju lutem, kanë qenë aty prezant. Ba i me zakoncinë e kryetarit të parlamentit. 73 vjeç e 2 muaj i çau ata, Çfarë mund të më thoni për këtë skenë? Është një, do të thënë, skenë që i përket dhe i takon një parlamenti sot në vitin 2017, është demokraci. Po më thatë se kjo është e rregullt, atëherë unë do të miratoja dhe unë atë. Se kështu ka bërë dhe PS-ja. Nuk e di se çfarë kanë bërë, unë flas për atë që pash sot. Unë flas për atë që ma përshkruajnë çik se ti isha ti më. Po isha Ramën më përshkruaj, mirë Berishën to. Që të jemi sinqert, është treguar edhe trim në fakt se kur e mbanin me çadër, ai çadrën e hiqte. Në fakt çadra e rinte gjithmonë, dy gardistë marrin çadër të mëdha. Do të treguar trim para dhe çadrën gjithmonë e largonte, domethënë thoshte hiqe. Ato rregullat e gardës ato, kështu që janë ata spirsin për. Pra sot kanë luajtur një seancë, ishin armatosur me çadra, me gjitha gjëra dhe mbroshin gjithë me çadra. Po mbase dhe kryeprokurori na bëjë një pyetje i qetë, duke i tensionuar, duke Kështu vetëm i qetë nuk mund të ishte sot aty ai. Se kishte shqetësimin emocion. Tani ke jeta i grupi aty ti? Unë jam. Apo rriadesi, si çrinin ato. Po ta i kthesh atë të shkosh me kujdes aty më gjën. Ku aty e? Po ti je i sigurt. E hajnë duhet të i dënim nga Ruçi. Aty është. Sa i bitejë që parlamentin ai. Ti je i sigurt. Jo, flasin ata aty, ata. Po tek ata aty e ke. Unë ndalosh. Aty, Po, absolutisht. Nuk fshihem. Po jo, nuk tha njëri që je i sigurt për këtë pjesë. Tha njëri se, po si flamuri nuk ishe për shembull. Flamuri është flamur. Ka shumë përvojë. Kjo ishte fort. Kjo që batutë flamur. Po, Rama jo po skopi flamurit është afruar, ka përshtypjen. Skopi flamurit do thotë. Rama, flamurit do thotë skopi flamurit. Po ka marrë një përgjigje të mirë nga flamuri. Në fakt, Rama sot u zgjodh kryeprokurori i Shqipërisë, ishte një moment i rëndësishëm për të, që arriti të shtinte në dorë prokurorin e përgjithshme të Shqipërisë. Dhe sot ato poezit e Azdrin që i këndonte
dhe Lul Kuqës në fakt e kishte mendjen për Shqipërinë. Krye prokuror është Arta Marku. Krye prokuror sot është Edi Rama, sepse Arta Marku është e zgjedhura Edi Ramës për të mbyllur dosjet. Po nga gjë më zgjedh bila ajo familja e saj është PD-s fare. Kush e zgjodhi Arta? Ai është familje djath. Ua nuk intereson fare familja e Artës. Po pra, nesër kjo ishte një zgjedhje antikushtetuese. Krye prokuror Edi Rama flinit qetë se ai as ju nget, as ju bën. Kështu që krye prokuror është Edi Rama dhe profesori në këtë rast janë të dyja palët janë nuk ka hallin ton, ka hallin e dosjeve të veta. Problemi është tjetër, nëse do vi nesër se jo sot, një drejtësi që do ju vërë në peshore të dyja palët. E dini ju që Spaku është i bllokuar? Sepse është bllokuar KLP-ja. 5 vjet nuk ka bërë asnjë gjë kundër qeverisë Berisha. Jo, KLP-ja pothuajse, kjo fjala pothuajse është ide e tërë, sepse pothuajse është bllokuar, KLP-ja duhet ishte, domethënë me ligj, me kushtetutë, KLP-ja duhet ishte zhbllokuar brenda datës 10 prill 2017. Sepse Këshilli i Lartë i Prokurorisë krijohet brenda 8 muajve nga hyrja në fuqi e këtij ligji. Janë shkelur gjitha fatet, kjo është. Tani po të ndjekim mbanin të dyja palët, nuk është se mbanë edhe PS-ja. Se nuk çon kandidaturën shoqëria civile. Ju quat vettingun e çon kushtetuese. Shoqëria civile atje nuk ka çuar kandidaturën dihet me një lidhje dhe presion shumë të fortë nga qeveria, sepse ishte shoqëria civile. Ju kujtoj një gjë lan. E bani mend shoqërinë civile protestonte para kryesisë parlamentit, duke thënë duam reformën drejtësi, Shoqëria civile mblidhte firma për vettingu. Kjo shoqëria civile që ishte kaq pro të njëjtës linjë me mazhorancën pavarësisht se Venecia thoshte jo politike etj, ishte koha kur diskutohej reforma. Ishin në të njëjtën linjë, sot përsëri janë në të njëjtën linjë që Rama të kapi prokurorinë për 7 muaj, 8 muaj, 2 vjet, ajsa është koha mjaftueshme për të mbyllur dosjet dhe pastaj të formohet një KLP e cila nuk do të ketë më çfarë të bëjë sepse dosjet e rëndësishme peshqit e vërtet kanë ikur dhe kanë ngelur cironkat. Ina, që ai luajti lojën Rama e luajti. Pse s'e ndaluat juve që daluante këtë lojë? S'kemi asnjë fuqi mbi shoqërinë civile. Okej, publicitet për të kaluar pjesën tjetër të emisionit. Po, sa. Faleminderit, themi në studio. Endrit, zoti Ibrahim Llari, zoti deputet, pyetja ime. Profesor, pyetja ime. E para njëherë si është gjendja e atyre që kishin probleme, që ishin simpatizant të LSI-s, kam parasysh një që ishit jashtë parlamentit, një zonjë, ajo kishte thyer krahun, ç'a problemi kishte? Jo, ajo zonja që ishte jashtë parlamentit ishte qytetare që kisha ardhur, nuk ishte pjesë e LSI-s, por aty deputetja e LSI-s Frida Kërpaçi duke i dhënë ndihmën e parë zonjës në fjalë, u tëroj zvar nga policët që janë aty dhe në momentin që u pasoi u përplas me pjesën e asfaltit dhe krijoi dëmtime, siç e pam dhe publikisht, u gjakos. Ndërkohë regjia mund ta shoqëroj këtë që thotë. U gjakos, por në një situatë pa precedent ku nuk kishin arsye pse forcat e policisë të ndërhyrin aty për të rritur në atë mënyrë. Kam dëgjuar sot me keqardhje deputetën e Partisë Socialiste, që është dhe kryetaria e Komisionit të Sigurisë. Ajo zonja Felaj si e ka? Felaj. Një paturpsi të jashtëzakonshme dhe se çka ka bërë? Po ta them se këto hyn histori të PS-së, po pam. Tha që atë tha e rrau policia, tha se nuk e njihin që deputete. Po ç'rëndsi ka çfarë është ajo? Ajo qytetare. Po pra. Tha me siguri tha policia se ka njohur, prandaj ka rrarur. Është kryetaria e Komisionit të Sigurisë. E kupton çfarë bën këtë vend apo jo? Turp. Shiko, salmonellën më fal. E dyta. Ja, mos kalojmë në ofensë. Jo, pa dashje. E dyta. Kam vetëm thjesht një merak këtë, nuk e kuptoj arsyeën pse duhet ky ngut që ta fuste opozitën dhe Shqipërinë në këtë situatë Edi Rama me zgjedhjen e prokurorit. Kur shumë mirë, ishte shumë e thjeshtë, respekton gjithë hapet e kushtetues, KLP-n vetë ka dorë, mos gaboj para 2 ditësh u çuan emrat e shoqërisë civile, ndërtonte direkt urgjent KLP-n, pa humbur kohë fare kishte gjithë bashkëpunimin ton parlament dhe kudo të vinin kalonin emrat e prokurorit. Si përgjigjesh ambasadës amerikane që ka dënuar dhunën në Kuvajt? Unë nuk besoj se në një vend demokratik, qoftë në Europë dhe në Amerikë, por dhe Departamenti i Shtetit respekton dhunimin e kushtetutës së vendit.
Që do thotë që ju jeni në përplasje me ambasadën amerikane? Ne nuk jena përplasje me ambasadën amerikane. Se ata ai e thot qartë. Por kushtetuta këtu është problemi me opozitën nga përshtypjen. Ai e thot qartë. Ne jemi republikë, ne jemi iku ai që hezitonte të gjykonte politikanët e korruptuar. Po nuk thot për procesin. Procesi është tjetër gjë. Iku ai, pra del qartë që qëllimi amerikan ishte largimi i Adriatic Lallës. Të paktën ta themi. Unë nuk dal këtu në emër të përveçëm për Adriatic Lallën. Jo, unë analizoj ato që lexoj se as në mbrojtje, nëse Adriatic Lalla nuk e ka bërë punën siç duhet ta bënte, ka institucione tjera tani. S'ka dyshim që se ka bërë punën se. Okej, ne jetojmë në një vend që është i mbushur me korrupsion. Në gjykimin tim jo vetëm puna e prokurorit përgjithshëm, po çdo detyrë ka gjithmonë mundësi dhe kohë për të përmirësuar. Por janë institucione tjera që e hetojnë e vënë para përgjegjësisë. Ne për një emër të përveçëm nuk mund të shkelim kushtetutën. Ne respektojmë kushtetutën, respektojmë parimet bazë, atë frym konsensusi gjithë ambasadorët me 21 korrik lëbuan maksimalisht dhe kur u arrit konsensusi gjithë partive politike. Që 20 vota. Historik e vlerësuan. Ne kalonim përsëri në këtë fazë. Endrit, kam një pyetje tjetër brenda këtij. Ju e keni shkelur kushtetutën me kohë. Ju vetë thatë që KLP duhet ta kishit bërë që në prill. Ne kemi bërë. A shkelje e kushtetutës kjo? Ne Lëvizja Socialiste Denis të kujtoj diçka. Sepse jemi në muajin dhjetor. Lëvizja Socialiste 80-20. Lëvizja bësa marrëveshje të pa publikuara. Lëvizja Socialiste për integrim. Po sigurisht është bë marrëveshje, pjesë e marrëveshjes. Ta mbaroj 15 do të qenë edhe kjo. Po duke qenë se marrëveshja ka rënë tani 18 maj që nuk është ka dalë jashtë kontrollit. Lëvizja Socialiste për integrim ka bërë 2 ndërhyrje për sa i përket kushtetutës së vendit. Një në ndryshimet kushtetuese që ndodhen në 2008 për sa i përket kodit zgjedhor, pra që kaluam me këtë kod që jemi sot, e denoncuam në atë kohë dhe tham ky kod do sjellë këto pasoja dhe ne sot kemi këto pasoja. Po. Edhe pse politikisht e favorizon LSI-n, sepse LSI-ja doli gjithmonë më fort nga ky kod, por në 2008 dihet marrëveshja penalizonte LSI-n. Sillte këto pasoja të tjera që kemi sot me parlamentin me këto probleme. E dyta, ndërhyrja më e fortë ka qenë për sa i përket ditës sotme, por dhe gjithsej periudhë për sa i përket çës prokurorit përgjithshëm. E kam thënë, unë nuk e shoh, unë do kisha preferuar që ju kemi thënë më parë. E kemi thënë më parë, nuk është çështja e emrit, është çështja e standardit që bëjmë. Ne kemi nevojë, Denis, kjo do ta themi, ishte çështje e emri, Endrit. Mos ta themi që ishte çështje institucioni. Ishte çështje e emrit. Ishte çështje e emrit. Ambasadori amerikan e ka thënë një vit e gjysmë para që ky njeri ka penguar reformën. Ne kemi nevojë dhe asnjë nga politika shqiptare në mënyrën ligjore, unë kam thënë që propozoj ky njeri tu përgjithësia është Edi Ramës, i cili kishte numrat, mund ta shkarkon dhe prokurori shumë. Sekretari i LSI-s u kthye nga Shtetet Bashkuara. U kthye nga Shtetet Bashkuara të Amerikës Kombëtare të LSI-s dhe gjën e parë që propozoi është bllokimin e KLP-s për sa i përket shoqërisë civile. Tha të 19 votë të LSI-s janë aty në parlament për të zhbllokuar KLP-n që t'i japim rrugë të zgjidhet prokurori ashtu siç e përcakton kushtetuta. Tani një gjë skuptoj. Ka dy gjëra. Kështu si e zgjon ky prokuror, ka thyer fort besimin te drejtësia dhe besimin tek puna e profesor. Pyetje, më fal. Të kam form pyetje se sa ashtu. Do thotë këtu duket sikur i gjithë emisione po ngelet në këtë që opozita është shumë e shqetësuar se u skel kushtetuta. Do thotë vetëm për parim. Jo për pasojet. Atëherë unë do pyesë gjë të tillë. Mund të jetë 3 muaj përse PS-ja nguli kam bëri çmos me ligj pa ligj që të vihej ky, e përse PD-ja bën çmos me ligj që të mos jetë ky. Çam shifet mbas saj. Do thotë është vetëm një tek e atia e Edi Ramës se dua ta bëj këtë gjë kot më kot këtë. Edhe juve nuk doni që të bëhet një gjë kot më kot apo shihet një gjë reale. Shihet një gjë e madhe. Atëherë më thuhet cila është gjë e madhe. Shihet një gjë e madhe, unë e nisa dhe e thash për kompetencat që ka prokurori i përgjithshëm. E lëm parimin. Nëse prokurori i përgjithshëm nuk do të kishte asnjë kompetencë, do të ishte çelësat e kashës, besoj se parimet janë, por dhe pasojat janë shumë të rënda për këto parime që po shkelen. Ne këtu jemi. Po pikërisht për këtë, kjo është pyetja ime. Do thotë
Deri dashti në del sikur ne luftojmë për honor, për nder, për parime. Këtu janë pasojet. Pasojet. Cilat janë pasojet reale? Pasojat janë shkelja e kushtetutës po falina. Shkelja e kushtetutës bëhet me dy këmbët. Dhe ne nuk kemi problem fare. Kjo zonja Marku mund të zgjidhesh pa problem fare. Në qoftë se do të respektojë kushtetutat, vinde me propozimin e rregull me 3 të 5 atë lidh ato. Absolutisht mund të ishte dhe opozita pjesë e saj. Nuk kemi asgjë me zonjën Marku. Dhe s'kemi asgjë me zotin Llalla se kur ikën. Ti iki, mbaroi mandati le ti iki. Problemi është nxitimi tyre me çdo kusht për të vënë këtë që duan ata. Kjo të lëshihet hidhur. Me një fjalë si prokurori i përgjithshëm duhet të largohet sepse i kalon mandati. Është zgjidhja, është Cila është zgjidhja? Zgjidhja nuk e pas pse e keni lënë. Krijohet KLP-ja urgjentisht. Për fat të mirë, para 2-3 ditësh, shoqëria civile shfaqi 3 kandidaturat. Të mblidhet KLP-ja me një. KLP-ja s'është krijuar KLP-ja. KLP-ja ka 8 muaj që s'është krijuar. Ore tani u zotrin, dëgjoni apo dëgjoni. Mos për 3 muaj të krijohet komisioni ad hoc. Krijohet urgjentisht një. U zhblokua nga shoqëria civile dhe pun ditësh po të kishte vullnetin e dur mazhoranca të bashkëpunonte me opozitën. Gjë që ja paraqitet dhe sot në një kërkesë zotit Ruçi në parlament. Me njëherë të hynte në negociata dhe me pun ditësh bëj një zgjedhje dhe një zgjidhje shumë e mirë problemi. Po nuk duan ta zgjedhin, nuk duan ta zgjedhin. Ky është prokuror me krijimin e KLP-s. Ore më dëgjoj çfarë thotë. A hapet rruga për zgjidhjen e prokurorit të ri? Po, zgjidheni. Po zgjedhje sot kështu, zgjedhje sot në mënyrë të tillë. Bëjmë zgjedhje sot në mënyrë të tillë. Nuk ishte përse sot me dojë mos kur ti para 3 ditësh tu hap rruga për zgjedhje prokurorit të përgjithshëm. Jo të mbyll procesin tani. Kemi të përkohshëm zotëri. Ju nuk dëgjoni fare ato gjëra, do të lutesh a shumë të dëgjoni. Përse duhet një prokuror i përgjithshëm i përkohshëm? Përse? Zoti Baçi, zoti Baçi, të përhersh. Gjërsa është dispozita kalimtare. Ose kemi vendosur për zotëri. Po zoti Baçi, kanë dispozitë kalimtare. Po s'është fare ashtu, e di se është dispozitë. Është kur i mbaron, kur ndërpritet mandati. Kur ndërpritet mandati nga vetingu. Këtë është dispozitë kushtetuese. Jo kur i mbaron mandati. Këta e keq interpretojnë. Jo, absolutisht jo. Kur i ndërpritet me anën e vetingut. Nuk e ka ndërprerje nga vetingu zoti Llalla, po e ka me mbarim të mandatit. Nuk është duhet ta lexoni, duhet ta lexoni s'është standard. Kur intereson shkelja e kushtetutës e interpretojnë sipas shefit. Këta sipas jush në aktin e juaj, domethënë nuk vlen në momentin që majoranca ka shkel kushtetutën. Nuk sigur të takohet sot të Rama me Bashën, nuk quhet. Shkelmër kushtetutën në të momentin po çuhet zotëri. Shiko, Rama i mbaroi Bashën. Marrim një kushtetutën profesor profesor. Bëre një pyetje që hapet e parë. Rregjë e bukur, rregjë e mirë. Po nuk kam mirë për një shembull. 3 ditë para u situata nga shoqëria civile. 3 kandidatura shoqërisë civile u paraqitën. Përse nxitohen me se s'bën sot ta kaloni në parlament të përkohshmin që se dim sa do rri, po nuk vazhduan procedurën për të përhershmin, për ta zgjedhur dhe për ta zgjidhur problemin. Ngër që është krijuar zoti Boçi nga marrëveshja e PD-s me Baçi, Boçi. Mos bën tash ka lidhje me marrëveshjen, sigurisht që ka marrëveshja, ka vdekur marrëveshja. Jemi këtu, para 3 ditësh po i them, më dëgjon. Të dëgjon shumë mirë. Përqendro vetëm pak, më shikon në sy, të dëgjosh atë të them. Para 3 ditësh shoqëria civile i ka sjellur 3 kandidatura, o zotëri, 3 kandidatura. Por pse s'ka zgjedhur përpara aty deputet? Vazhdo dhe se nuk ka zgjedhur parë deputetin. Procedura vazhdo dhe tani. Tani erdhi më shkoi shoqëria civile. Po vazhdo procedura dhe tani çfarë ka? Po duhet përkohshëm me se s'bën. Ose duhet ikte Adriatik Llalla pra, akoma se keni kuptuar. Nga një muaj mund të akoma se keni kuptuar që ai zotëri duhet lindë zyrë edhe fizikisht. Nuk doni ta kuptoni apo unë po a them dhe juve. Ai kishte ultimatum që duhet lindë zyrë edhe fizikisht. Ndoshta duket profesor, edhe një herë profesor, edhe një herë. Ne kemi ne flasim për parimin e Ja, Ina, please. Lutem. Kemi puç bile, ky është puç. Mirë pra profesori do në mbiemër ne kemi gati njësoj Baçi, vetëm ajo eja që ka në volumin e zërit ke jotja dohet.
Mjaft më tepër. Pyetja ime ishte komplet tjetër që po i përgjigjes ti. Ina filloi të i përgjigjet. Në kuptimin e kësaj gjëje që u bë iku, u thye gota, vajti gota. Do thot çam çifet mbas asaj gjëje ku është ajo? Po. Le, do thot ato që folet i gjenë në gazetat i gjenë kudo. Folin. E ke gabim këtu. Aina, po. Bas kësaj gjëje, fshihen kompetencat që merr me vete prokurori i përgjithshëm në Praktikisht. Praktikisht. Sot hetohet Sajmir Tahiri. Bukur. Emër konkret. Ja i pyet jashtë. A mund ta mbyll Arta Marku çështën e Tahirit? Nëse ju besoni se mund ta mbyll, atëherë ju jap çështën e tjera që janë gati. Ta them unë se si. Nuk i tin cilat janë. Tani mund të jetë edhe e bashkës. Pyetja është konkrete, un po jap një shembull konkret. Po merrem me Sajmir Tahiri. Prokuroria e krimeve të rënda ka nisur hetim. Çdo prokuror i krimeve të rënda me një urdhër nga zonja Arta Marku për një arsye apo për një arsye tjetër mund të pezullohet nga detyra, mund të transferohet në prokurori tjera dhe mund të kërcënohet për vlerësim negativ të punës ti gjatë procesit vetimut. Është e vërtet kjo? Me kompetencat që ka? Hyni në parlament. Keni drejt. Puna është mos arrim. Kjo është sikur të thoni sikur. Po jo pra. Kjo. Denis ti më the përpara, pse nuk e bët ju këtë para? Ne tham ja të ndodhte ngjarja dhe pastaj. Tani gjithmonë ne kur presim të ndodhi ngjarja, na thoni pse prisni sa të ndodhi ngjarja, thoni para. Kur e themi para, na thoni pse e thoni para, prisni sa të ndodhi ngjarja. Tani gjithmonë gjeni diçka për qenë të pakënaqur. Më ke mua interlokutor, a mund të bëhet kjo gjë për 3 muaj? Po, kjo mund të bëhet edhe më pak se për 3 muaj. Nuk e rifillohet për? Mund të bëhet absolutisht dhe mund të vendosen atje prokurorë që ti i ke në kontrol, që mund të prishin prova, që mund të japin përgjimet palishme, që mund të shtojnë prova. Vjen tjetëri e sjell para normalit. Profesor, ti mund mbyllësh dosje dhe pra afate procedurale. Ato mjafton të shkelin një afat dhe dosja e Sajmir Tahirit bëhet null. Thjesht për një afat procedurale. Që ka dorë prokurori shumë thjesht. Në Amerikë, do se të paktën se ato i njohin proceset gjyqësor, u dënua do thot dikush për një gjë ose u la i lirë, u mbyll dosja dhe nuk hapet më edhe një herë tjetër. Çështja e gjykuar nuk rigjykohet. E tek ne, po kjo gjë është? Po. Atëre, si mbas ju synohet mbyllje dosjes Tahiri, kjo është gjithë puna, apo kërkohet mos hapje dosje tjera qoftet për dosë? Është unë mora vetëm një nga shembujt për të treguar se qa kompetence ka prokurori i përgjithshëm për koshën. Shiko, shumë teorike, do thëtë tu ka gjëra praktike në këtë mes. Gjërat praktike mund t'jenë tamam kjo që thëtë. Do Tahiri mund t'jetë hapje së mbyllje e dosjeve cilat janë. Kam i pyetje për të 3. Ka çështje Qazim Sejdini, firma e bashortes Sejdinit ka kaluar mahune me drogë dhe janë çështje në prokurori. Kanë çështje eksponent. Lidhja Arta Marku me ata, po tani unë po e sqaroj 15 Jo, mos ka lidhje, nuk hap, nuk mbyll. Lidhja, po patjetër, lidhja është presioni drejt për drejt. Pyetja ime është, Ina, ja po të bëjmë pyetje direkt. Po nuk mund të mbyllë një gjë që nuk prokuroria e përhershme, e përkohshme, të bëhet e përhershme. Jo. Ekziston. Ekziston, ligjërisht po. Ekziston ligjërisht. Tani merremi çik vesh këtu dy dhe pastaj. Po ja ta sqaroj ligjërisht. Si? Është kandidat ajo. Nëse ajo kalon procesin e vetimit. Ajo ndikon te KLP-ja. Ajo ka gjithë mundësit që të ndikoj dhe të jetë dhe të bëhet prokurore e përhershme, sepse nuk e ndalon asgjë. 7 vjet, përdesha kriteret ajo i plotso ka, sepse janë mbi 15 vjet. Ani këtu dolët te ajo që e besojmë, apo jo profesor? E përdo thotë hoq lëvoska dalim ka. Ka gjithë mundësit, ashtu duke kontrolluar procesin, ka gjithë mundësit që të vazhdojë. Thelbi kryesor, un kam bindje që thelbi kryesor i kësaj çështje nuk është vetëm çështja e Sajmir Tahirit. Ose fat jo. Ja të lutem, ta sqaroj. Nuk është vetëm çështja e Sajmir Tahirit. Sepse Sajmir Tahiri ndoshta ka marrë, po themi një drejtim që ti po hetohet, është puna e drejtësisë me radhë. Janë çështje të tjera të ministrave të Ramës, të njerëzve që janë bashkëpunëtor me Ramën, cilët priten, po edhe ish ministra, mos rëndësi ka. Që priten, po le të lësisë, por ne kemi qenë tabur, ja tha Panariti në seancën e fundit, aty që nxorët do i letë bakallet atje. Po ke çojmë prokurori, mos më nxibut në parlament kot. Çka ti çojmë prokurori? Me këtë me çfarë do lloj prokurori që mund të jetë? Nuk është ky problemi jon. Problemi është shumë i thjeshtë që
Edhe sikur Endrita mund të bëhet e përhershme e përkohshme? Ore bëhet, nuk bëhet e përhershme e përkohshme, është thyer besimit e sistemit drejtësisë. Këtë e kuptoni apo jo? Po çfarë? Pse duhet ne të ngutemi, pse ne duhet ngutemi të zgjedhim një prokurore të përkohshme, po themi dhe ushtrojmë detyrën 3 muaj. Pa vetting. 3 muaj ky prokuror. Edhe ky që ishte pa vetting ishte. 3 muaj, jo po është ligjëri, është me ligjëri, jo mos i ngatrojmë. 3 muaj ky prokuror do marrë vendime? Do marrë vendime për përgjimin për autorizimin për përgjim. Se ekziston vettingu kur zgjodh. Do marrë vendime për po them tani jo aty duhet ishte bërë vettingu. Jo, po them në parim. Do marrë vendime për transferim. Ai është një administrator. Je ke gabim. Po jo. Ke shumë gabim. Ky është problemi që diskutohet. O zotëri, ti ke një ti ke një çështje, ti je prokuror. Ke një çështje. Të një zyrtari të lartë, s'po marrin Partinë Socialiste, që mos ta bëjmë tani. Ti si prokuror i përgjithshëm ke drejt ta transferosh. Jo, nuk transferohet. Ligji është, ai ka dosje nuk ja lëviz dot. Jo, transferon. E transferon. Nuk ndëryn dot. Profesor, çfarë pyetje? E transferon. Ligji parashikon që nuk ndëryn. Pastaj jo prokurorin e çështjes. Shkon racion vlot. Jo dosjen, Jo, profesor. Vetë ty do ta lësh dosjen. Po pra, sjellë. Nuk ja transferon dosjen. Siç e bën me çështjen e Po transferon prokurorin. Endrit Brembllari është prokuror në Tiranë. Ka filan dosje. E bën prokuror në Shkodër. Në Tiranë vjen dikush tjetër merr dosjen. Pra, okej, profesor. Po pra, profesor, dhe si mund bëhet kjo gjë pa kaluar? Ja, dëgjoj pak. Alo, bua maksimalisht në për të bërë vettingun. Që janë parë. Endrit, dëgjoj profesor. Po, rrezikun unë e sikoj tamam në atë gjë që foli Vllajina. Po hapi dosje, u mbyll, ajo nuk hapet më. Por këtu nuk diskutohet si dosje e Tahirit që do jetë shumë skandalose po të mbyllet e po të bëhet. Dosjet e tjera nuk janë hapur. Edhe nuk ka kohë që kjo t'i hapi edhe t'i mbylli apo jo. Po do vi dikush të hiki kjo mbas 3 muaj të vi një tjetër. Atëherë ai mund fillojë t'i hapi se dosjet e pa hapura nuk mund të mbyllen apo jo. Jo, duhet të theksu dhe diçka se ne nuk kemi folur, po çështjen e hapjes dosjes, profesor, se ndoshta profesori nuk e njeh mirë procesin, do ta bëj SPAK-u dhe Byroja Kombëtare e Hetimit, të cilat ende nuk janë formuar. Pra nuk po flasim për në fazën që nuk ekziston, Po pra, dakord pra. Ne nuk po flasim në ajër tani, asnjë dosje nuk do hapet me Arta Markun pa Arta Markun, sepse dosje do t'i hap vetëm SPAK-u dhe Byroja Kombëtare e Hetimit. Të gjitha këto procedura që dosjen e tim, nuk e dim. Po dakord, po prapë. Mund të ketë dosjen e tim dhe mund të proces. Deri tani kemi vetëm fjalë Ndrit. Edhe ju si opozitë. Jo, nuk kemi fjalë, kemi vepër konkrete të shkeljes kushtetues. Keni deklaruar për 4 ministra. E kupton se jemi në sonzuar për vepër konkrete të shkeljes kushtetues, nuk është fjalë, është fakt. Ai ka për fakt edhe. E zgjodhi prokurorin e përgjithshëm me 69 vota. Po nuk ka, ajo s'do ketë asnjë peshë për hapjen e dosjes. Dosjet i hapu vetëm dosjet e mëdha. Po shton si kam ka shet kushtetutën. Po mirë, është hapi kushtetues, është hapi final për ta hyrë. Unë jam dakord. Protesta nuk ishte ndonjë hataj e madhe, se protestë bën 28 vite pas. Po çojë nuk kushtetues. Është hapi final për ta hyrë Shqipërinë në një vend parti shtet. Mbajini mend problem që u zgjodh kështu. Po s'ka problem, s'ka ndonjë problem kështu, se ashtu i bëjnë gjitha gjërat pastaj. Unë po diskutoj tensat e tim. Të bëj një pyetje, pse është vonuar vettingu? E dini ju apo jo? Tani vettingu ka 1000 Se e quhen kushtetuese ju. Pse është Ai quhet kushtetuese. Po e quhen kushtetuese. Unë konfirmova diçka që vetëm me vendim gjykate mund të lëvizin dosjet. Se është dosje prokurori ç'është. Gjitha këto vonesa kanë sjell këto probleme teknike. Po e quhen Landi është prokuror. Ajo e vendimi gjykatës është për të diskutojmë për parim. Rihapje, jo vendim gjykate për. Nëse Endrit e serva shumë qartë. Nëse Endrit Brembllari është prokuror, po themin Tiranë. Dhe po jeton mbi këtë çështje. Ky prokuror që kalon sot ka drejt që Endritin të transferojë nga prokurori Tiranë, prokurori Shkodër, prokurori. Tani Endrit, po bëjmë pyetje të tre juve profesor. Po bëj që vjen mund bëhet kundër, do ta sjellin nga Shkodër deri. Profesor, ka një fakt sot profesor, që këto kanë shkelur kushtetuton. Endrit, a kam frikë nga reforma drejtësi, nga ngritja e SPAK-ut, institucionet e tjera, profesorët e LSI-s, ata që kanë qenë ministra etj. Po pse do kem frikë kur ato e votuan vet me 120 vota për të filluar reformën drejtësi? Për çfarë do ketë frikë? Se kjo është presion politik. Po Edi Rama ka frikë? Edhe herë. Ky është presion, po Edi Rama ka frikë sepse vetëm një dosje u hapën dhe dolën 7 emra. Po Sajmir Tahiri ka votuar, do kjo nuk dëfton se nuk ka frikë. Sajmir Tahiri ka votuar. U hap një dosje.
e ministrit fjalë dhe dolën gjithë lidhjet dhe për fushat dhe kudo. Kjo nuk është çështje frike. Ta keni qartë këtë histori. Dhe kemi thënë nga fillimi deri në fund. Kriminalizimin e votuan gjysma e kriminalistët. Jo, kjo është çështje frike, nuk po hyn në emrat përveçëm. Po kjo është çështje frike. Se zullumi nuk e bë masun as ti në këtë vend. Që në nisje të reformës. Zullumin e kanë bërë pushtetarët e këtyre 27 viteve. Dhe nëse kjo do ketë drejtësi në këtë vend, ata duhet trëmen. Absolutisht kush ka bërë të shkojë para drejtësisë me përgjegjësinë vet. Po dakord, po mos thuaj që s'është çështje frike, se kur unë e tis do kemi frikë, se nuk kemi bërë gjë. Asina besoj. Unë policia nuk ka arritur. Sot presidenti i nderuar Zotin Meta me një deklaratë që kërcënoi kur ishte kryetar parlamenti aty kur po vendosi për arritjen e konsensusit, nuk ishte ai në mes fjalëve edhe po ta shohësh edhe në nikën e tij duke qenë është pikërisht çështje frike, nuk mund të themi. Zotin Meta kontriboi që të arrijë konsensus. Çështje frike pse i thot ambasador, i thot kemi fjalë për këtë ambasador amerikan konvent në kuvend. Po, nga çështje frike pse i kërkon ambasadorit amerikan dhe të tjerët, hajde ulim palët të dialogojmë. Po ja, t'ju bëj një pyetje, Ina. Kjo është një keq interpretim. Zotit Baçi. Zoti Meta, si kryetari i kuvendit atkoh, tani është prezident kompromis president. Ato kompromiset maksimalisht për një reformë drejtësi konsensuale. Pse se pranuat kompromisin? Ja, ta them sepse të flasim me radhë Denis. Hapësira për paragjykim, barova. Ta çoj deri në fund. Sepse ju ishit në një lëvizje detyruar. Euraliusi, meqense profesori s'ka besim, po unë kam besim. Euraliusi dhe Obdati ju dha një lëvizje detyruar. Tha, zotëri si mbaron, e nisë procesin ata. Ju kishit vetëm që të merrni kompromisin e zotit Rama. Pse se pranuat? Ja pra. Vetëm këtu dalim tek ajo që Partia Demokratike e ka parimore këtë. Nëse ne do të donim, të lutem tani vetëm në fund. Nëse ne do të donim për mos të kaluar deri këtu në këtë ngërsh dhe në këtë situatë që kaloi sot parlamenti, i bashkangjiteshin propozimit të kryeministrit për të gjetur me konsensus ose për të bërë pazar, për të zgjedhur një prokuror të përkohshëm, të përgjithshëm, të dy liderët bashkë me vendimin e të dy partive të mëdha politike. Ose të tre, dhe zgjidhesh problemi. Ja, një minuta, çoj deri në fund unë. Dhe zgjidhesh problemi. A ka dy rryma në Partinë Demokratike? Në Partinë Demokratike, Zoti Berisha shumë më të ashpër, Zoti Basha shumë më soft. Partia Demokratike është Parti Demokratike. Dhe në Partinë Demokratike ka shumë debat. Po, kemi paktën, këto 27 vjet, Parti më Demokratike. Ka shumë debat. Debati nuk do të thotë se ka rryma. Ka dhe përplasje, ka dhe mendime të ndryshme, në fund kemi një qëndrim politik të përbashkët që dalin dhe themi. Berisha tha sot kemi ja po ju a them intelektuale organike na shpjegoni pak të djegjen e do më lini të flas deri në fund se flisin gjithë në një kohë dhe nuk mbillin përgjigjen e duhur. Opsionet janë të jemi në parlament. Opsionet janë të shumta. Jo në parlament vetë më keq. Opsionet janë të shumta. Mendimet janë të ndryshme. Zoti Berisha në një moment doli dhe tha që mandatet duhen dorëzuar. Dikush deputet tjetër. Pa menduar mirë, mendoni ju që ka qenë kjo deklaratë? Shumë i menduar mirë për Berishën dhe për shumë të tjerë aty. Po do ta dish edhe për mua personalisht. Domethënë drejt asaj dhe mund të vemi. Po nuk është një gjë kaq e rëndom për e zakonshme. Sa më pas është ekstreme. Kjo është po pra nga që është ekstreme, po ecim shkallë. Ky vendim duhet merret kryesi, do diskutohet forume, nuk mund të marrësh vendimin e deklaratë. Kaq fondamentale. Ti thua për shembull që e dëgjon bashkëbiseduesin kur flet. Po e dëgjoj, po s'po më jepni përgjigje. Jo, po t'jap. Zoti Basha nuk e pra, po më lërë në fundi. Dhe janë të tre opsionet. Janë 4 opsionet. Dhe do të fillojnë shkallë. Subjektet politike në përgjithësi, Partia Demokratike në veçanti, vepron e tillë. Pasi bën mbledhjen e grupit parlamentar, pasi debatohet, pasi diskutohet, merret një vendim dhe dilet me një qëndrim. Shkallë do përshkallëzohen. Unë mund t'ja përgjigje edhe drejtuesit të emisionit kur një 2 herë me ironi tha që do presim janarin për të bërë protestat për shembull. Absolutisht do presim janarin. Vetëm mos e filloni me 21, ju lutem shumë se ajo është datë e keqe. Çfarë do jetë çadër apo do të ishte edhe datë e diel. Dhe këto janë në kohën e durë dhe në vendin e duhur, ju mos kërkojnë të dini ato që s'u takon ti dini. Këto mos e thuj këtë, mos e thuj 2 herë këtë se gabove. E them 2 herë. Se je deputet i ri, po përsëris 5 herë se ne na takon, po merremi me gjitha gjërat. Jo, ju takojnë gjitha gjërat, po jo ato se çdo bëj një subjekt politik në aksionin e vet opozitar.
që tu a themi juve se çfarë do bëjnë, absolutisht ne kemi skenarin ton. Subjekte ka njëjës apo shumës? Subjekte ka njëjës apo shumës? Do të thënë këtu e ke gabim ti. Se jam i fare Udimir, se unë jam drejtues lokal. Jam drejtues lokal. E pa deputet një lloj, drejtues lokal, deputet nuk ka ndonjë gjë të madhe deputet. Nuk janë, do të thënë, s'ka asgjë të keqe, asgjë më shumë. Ti je kryetari i Degës, Partia Demokratike ka funksion absolutisht. A ka frikë Partia Demokratike? Pikërisht frikën nuk e njohin. Frikën nuk e njohin. Po të kishin frikë, afronim konsensus, zgjidhemi prokuror të përkohshëm, të përgjithshëm, bashkë të dy palët, edhe ishin në rregull. S'kemi frikë fare. S'kemi frikë fare. Baçi, sot u zgjodh kryeprokurori. E di që u zgjodh. Jo, nuk u zgjodh, u emrua. Jo zgjodh, u emrua. Dhe ju të intën do të çoni prapë parlament. Urdhë? Jo, s'ka më parlament. Ju fat që nuk do të zgjidhet kryetari i parlamentit. Po bëj shenjë nga regjia apo publiciteti ju kërkoj ndjes. Publicitet për kaluar pjesë të fundit të emisionit. Të Spitalit Universitar të Kosovës. Faleminderit kryetar, faleminderit kolegë. Qaka juve. Pushim. Bëllet. Kalojmë për projekt ligjin për krijimin e Agjencisë Kombëtare për Diasporën Miratot. Neni 1 pro kundër abstenim, Miratot. Neni 2 pro kundër abstenim. Neni 3 pro kundër abstenim. Neni 4 pro kundër abstenim. Neni 5 pro kundër abstenim. Neni 6 pro kundër abstenim. Neni 7 pro kundër abstenim. Neni 8 pro kundër abstenim. Neni 9 pro kundër abstenim. Miratot. Neni 10 pro kundër abstenim. Miratot. Neni 11 pro kundër abstenim. Miratot. Neni 12 pro kundër abstenim. Miratot. Neni 13 pro kundër abstenim. Miratot. Neni 14 pro kundër abstenim Miratot, neni 15 pro kundër abstenim Miratot, neni 16 pro kundër abstenim Miratot, neni 17 pro kundër abstenim Miratot. Kalojmë votimin tërsi, kush është dakord? Pro kundër abstenim Miratot. Dekret për kthimin e ligjit nr. 98/2001 për tarifat gjyqësore në Republikën e Shqipërisë. Faleminderit, kemi ardhur në pjesën e fundit të emisionit. Endrit, pyetje për ty. Tani në pamundësi se kemi këtu zotin Meta, po si funksionon LSI-ja, ish kryetari president, bashkëshorti e tij kryetare tani, ose s'mund të themi që është më vete s'ka lidhje me LSI-n, ëh? Ta bëjmë pak toksore këtu. Pak më puq. Para këtë përgjigje, këtë pyetje është përgjigje vetë presidenti i Republikës zoti Meta kur vendosi të dorëzoj tesërën e LSI-s. Pra zoti Meta është presidenti i Republikës, LSI-ja funksionon në mënyrë perfekte, ne jemi të vendosur qartë të zinë opozit, jo vetëm në strukturën tonë brendshme, por edhe në qëndrimet tona politike, jemi të vendosur që të vazhdojmë betejën tonë me keqeverisjen, së bashku me opozitën, të vazhdojmë betejën tonë me ato cilët, unë e kuptoj që Meraku i shumë, po themi, përfaqësues Partisë Socialiste është që
opozita tjetë e përqarë, po ja them me bide plot që është mëse e bashkuar se kur, sepse bashkimin opozita, sepse bashkimin më thjesht opozitës ja bën ky kryeministër i cili ka marrë peng Shqipërinë me trafikantë të drogës dhe që dhunoi Kushtetutën. Tani kam një pyetje tjetër për ty që të kalojmë te tjerët. Endrit, me gjithë respektin e asaj që mund të bëjnë të rinjt, se i ri edhe ti aty te LSI-ja, po jo dhe aq i ri, po ka dhe më të rinj, për shembull Flojta që është studente, apo Keti Mehmeta, apo nuk e di kush tjetër, apo Kleta Gjosha. Po unë sot nga LSI-ja prisja të dëgjoja zërin edhe mendimi juridik, po edhe të tjerë, edhe pjesë e protestës, disa pesha të rënda, si Nasip Nacho, Edmond Panariti, Lefter Koka, Edmond Gjinasta, ku ishin? Mënyra se si funksionon grupi parlamentar i LSI-s është i ndarë në bazë të funksioneve që deputetët kanë. Që keni ndarë? Jo, është i ndarë në bazë të funksioneve që deputetët kanë. Profesor Panariti mbulon çështjet e bujqësisë, ka qenë prezente bujqësia, përsa i përket profesorët tjerë profesojnë departamentet e tyre, sot mendoj që të gjithë kanë qenë aty në sallë, të gjithë kanë qenë përkraje të asaj çka bëri opozita, sepse ti je bindur. Tani me zid, thash ty, po tani të dalloj shumë mirë edhe një regjia, Endriti ka hequr xhaketën edhe është aty në skalion parë, si ata titanët aty. Lutem edhe një herë pjesën e fundit që kishim si insert. Unë jam aty dhe do të jem aty dhe kudo në çdo cep të Shqipërisë. Tani mos bëj si informë, si e pedë tani. Nuk po bëjmë si tani. Tani këto tani. Jo, do jem aty për të mbrojtur Kushtetutën e vendit tim. Dhe për të krijuar mundësinë, jo kjo nuk është thjesht slogan politik, por kjo është parimore. Sepse unë e di shumë mirë se çfarë do vim mbas asaj dite. Po instalohet Shqipëri një herë për gjithmonë diktatura. Drejt fundit mund të them edhe diçka politikisht për opozitën, se unë e shoh në vështirësi, sidomos me faktorin ndërkombëtar. Nuk e di si do ta zgjidhë PD-ja dhe LSI-ja, po nëse vazhdon kështu, se opozita në Shqipëri ka gjithmonë nevojë për përkrahjen e faktorit ndërkombëtar. Ka disa muaj ose mos them edhe vite që nuk e ka këtë përkrahje. Edhe me rastin e zgjedhjeve, fakti deklarata që futën zgjedhje do quhen që është shumë e fortë. Për DS, jo për LSI. Dakor, po tani që janë bashkë, edhe deklarata e sotme. Jo, se duhet jemi korrekt. Pra një opozitë. Ky është problemi i opozitës. Dakor, ti i Partisë Demokratike. Opozita kryesore është Partia Demokratike. Dhe atë gafën tjetër ditën e buxhetit, ato 18 më sa ishin 18. Unë shoh që prandaj ditën që votohej, mund t'i bën edhe 2 javë para, 3 javë para. Prandaj e pyeta pak zotin Baçi që ka apo jo dy rryma, se shoh qartësisht dy rryma, është zoti Berisha shumë radikal, biles ai përcakton dhe fjalën e zotit Basha, flet gjithmonë para tij, edhe në rastin e kryeprokurorit të përkohshëm. Po të ri pa folur ai. Ku desh një intervistë e zotit Berisha që më pas të nesërmen të shfaqe zoti Basha, dhe e shoh shumë siklet zotin Basha në raport me këtë situatë. Për mendimin tim, Partia Demokratike duhet të zgjidhë këtë çështje. Pra, të arrijë të marrë mbështetjen e faktorit ndërkombëtar. Pa këtë do ta keni gjithmonë më të vështirë. Pastaj ju e dini vetë. Unë të falënderoj për këshillën edhe për dashamirësinë që ke për Partinë Demokratike që ajo ta ketë. Po opozita patjetër që absolutisht pa më lezë edhe në fund. Ti je i sigurt që nga larg ose nga jashtë kështu të duket sikur ka dy rryma ose sikur Berisha flet dhe Basha pret Berishën e tjera. Okej, në raport me ndërkombëtar, dakor. Këto janë rrymat mbajeni për vete, po raport me ndërkombëtar. Ne dëgjojmë shumë historira dhe pralla të kësaj natyre. Absolutisht nuk janë pralla ata, sepse ne nuk mund ta themi që PD-ja tashmë është e përçar, ka më shumë se 2 rryma, nëse do thoshim 2 rryma kemi thënë pak. Domethënë nuk mund të. Po jo, po sigurisht që jo, ka më shumë rrymë se 2 rryma. Po jo, po s'mund t'i quhesh pralla. Po për mua është prallë. Kush është prallë? Patosi me basën janë një rrymë. Ish deputetët e PD-s Patosi me basën një rrymë. Kush patos? Kryetarit aktual të PD-s. Ja, ju lutem, kush patos? Astrid Patosi. Astrid Patosi është një ish. Po jo ishë, është antari partisë, po jo. Antar partia ka qenë antar Partia Demokratike. Ata nuk janë gjë, ata nuk vlenë, vleni vetëm ju që jeni deputeta, po çfarë? Vlejnë shumë ata, vlejnë shumë bile ata janë gjithçka për ne, por ama vendimarrja politike i takon tjetër kujt. I takon kryesisë PD-s, i takon grupit parlamentar, ka një rregullim në një subjekt politik. Bisedohet për mendime e rryma, apo jo, do thot ju të gjë që është unike. Nuk mund të them që ka një mendim. Zotërisht flasin rrymë tek grupi parlamentar.
Dhe flasin të kryesia e PDSH-s. Keni për parlamentin. Gjë që nuk ka, që të kuptojmë, Zoti Berisha thot të djegi mandatet. Dhe Zoti Basha as që guxon ta përmend, më duket që ka dy qëndrime të ndryshme. Kush të tha? Është diskutuar në parlamentar. Në grupin parlamentar, edhe unë zoja Kremallë tha sot nuk kemi ndërmend edhe me drejtë se ka fituar mandatin. Edhe opozita kur në mbledhjen e grupit parlamentar, janë diskutuar të tre opsione. Po, ja të dëgjoj pak se po më ta dëgjosh edhe me kujdes. Janë diskutuar shumë opsione. Cilat opsione? Bojkot parlamenti. Po. Marrëdhënie të kushtëzuar me parlamentin. Po. Bjegje mandatesh, protesta të përditshme, protestë madhore në janar, etj. Opozita në diskutim me grupin parlamentar, bashkë bile dhe me grupin parlamentar të LSI-s. Jo mund diskutoni pardoni, por nëse ajo thuhet pastaj në deklaratë, del zot nga parlamenti, nuk është më diskutim, është propozim ai. Jo. Ato diskutojnë. Mendimet të deputetëve dalin gjithsecili dhe flet. Edhe unë mund të dal nesër si deputet, kam drejtën time të fjalës të them mendimin tim. Absolutisht. Dhe kur mbledhet grupi parlamentar, bijem dakord për një qëndrim të përbashkët politik. Kështu funksionojnë subjekti politik. Ju duhet të jeni të sigurt se po. Ju nuk e njihni këtë situatë. Vjen kënde diskutimi juaj. Çfarë vendosët aty? Cilat janë vendimet? Vendosëm ato që Lulzim Basha doli dhe i tha me një deklaratë dhe gjithë deputetët ishin gjithë atje bashkë. Ska gjë tjetër veç asaj. Ajo është deklarata përfundimtare që ne do të vazhdojmë. Okej. Keni një problem me faktorin ndërkombëtar sot apo jo? Unë nuk e quaj fare probleme me faktorin ndërkombëtar. Po të lexojmë sot ti përgjigjem për Denisin. Po të lexoj për ta plotësuar këtë pyetjen e Denisit. Po të shohësh sot deputetët e PD-s, deklaratat e në fakt profesor pas ka thirrë si profesor Landi ty. Edhe po të shohim sot deklaratat e PD-s, do ta vrenim se çfarë qëndrimi ka shi faktori ndërkombëtar. Ja, po ta them unë. Në këndvështrimin tënd, ndoshta është ashtu. Unë po të them që faktori ndërkombëtar është në një linjë me ne. Kushtetuta mos shkelet. Dhe absolutisht ne kërkojmë mos shkeljen e kushtetutës. Ne kërkojmë mos shkeljen e kushtetutës. Faktori ndërkombëtar asnjë nuk shpreh drejt dhe të prononcohet për subjekti politik. Në të tre, okej, dua nga të tre ju një koment të shkurtër, jemi në fund, për gjithë atë që ne diskutuam. Do ta jap pasaj fjalën për ta mbyllur. Profesor, për gjithë çfarë diskutuam, çfarë gjendje është opozita? Si e shikon me atë që pam sot protestë, po edhe me tre përfaqësuesit këtu? Përfaqësuesit do thotë përpuntu sigur. Ina nuk është në parlament, se që nuk mund të qoftë për mëse në gjën vete. Mendoj këtë gjë që më tepër ajo që ka humbur në këtë mes është PS-ja, nuk është një gjë që i duhet në këto momente. Është në momentet në cilat po tenton të fusi Shqipërinë të hapen në to bisedimet e antarësimit, meqense kjo gjë do t'i vlente tepër e për votat në elektoratin tonë e këto të tjera. Dhe me këtë situatë, me këtë gjendje, po që se kjo agravot akoma më tepër, do t'jetë kontraproducente, do mbyllet e gjë që nuk i vlen. Për mua, ajo që unë më tepër është PS-ja, po akoma nuk arrit dot që ta kuptoj çfarë ka shtyr që ta bëj këtë gjë. Edhe sa do që mundohet që i bërë pyetje inë, cilat janë qarët dhe cilat janë qederin, më tepër shikoj qederin, sa shikoj qarën në këtë mes. Denis? Pak kam një mendim pak ndryshe nga profesori, mendoj që Partia Socialiste, që e dim pak a shumë të gjithë që po keq qeveris, nuk po qeveris mirë, po e shfrytëzon këtë moment për shkak të gabimeve që po bën opozita. Tani janë gabime nga pa dituria, apo janë gabime për të mbuluar zllumet e veta, kjo mbete. Por, e gjithë kjo situatë shkon në favor të Partisë Socialiste, e cila duhet përgjigjet për keq qeverisjen, nuk përgjigjet për atë, sepse janë këto gabimet të mëdhaja të opozitës. Të po të them pra. Po them që të prishtë institucionet. Sot ishe protest që... Për mua është një gjë që situata në cilën ndodhët PS sot është situata më e favorshme e mundshme. Do thotë është koha që gjithë perëndimi shikon me frika të ndërhymin në Rusën, Ballkanë, mos kujtoni se do fjalit e bukura që fliten në BE i takojnë tamam kësaj qeverie. Do thotë duan edhe këto për vendet e tjera i futën, nuk u futën, edhe ne, po tjetë puna, nuk duan që neve të kalojmë në rrezikun e tyre. Është majorancës për pak muaj qeverisi kanë plasur disa bomba dhe këto bomba, për mendimin tim, nuk i ka shfryzuar siç duhet opozita. Opozita
duhet të ishte më angazhuar, duhet të ishte më e fokusuar, dhe unë edhe sot nuk e pash opozitën me ide të qarta, siç nuk po i shoh edhe sot të ftuar, domethënë, të qartë se cili është vizioni i tyre, flasin për protesta, gjëra shabllone të cilat i kemi, edhe për deputetët, edhe për Inën, edhe për Endritin, nuk janë të fokusuar çfarë do të bëjnë në janar. Do hapin çada, nuk e di domethënë. Çështja është domethënë vetë opozita duhet të ketë çdo derisa të bëjmë ato. Po pra, sot organizuat një protest për mendimin tim ishte protest të dështuar. Jemi në minutazhet e fundit për ta mbyllur gjithë këtë që diskutuam në formë konkluzioni dhe asaj çfarë pritet në tarë. Sot në fakt jemi për ta mbyllur, jemi përballë një momenti jo shumë të mirë për demokracinë shqiptare. Jemi në shkelje të kushtetutës, kemi një krye prokuror që nuk pranohet nga qytetarët, nga gjysma po të doni quajni, nga sa të doni ju quajni, nga një pjesë e politikës i cili nuk ka kaluar vetingun dhe nuk ka plotësuar kriteret kushtetuese për të qenë aty. Kjo është pjesa e parë e një reforme drejtësi e cila nuk na bën të mundur ne atë që thot edhe profesori, çeljen e negociatave apo elemente tjera që lidhen me shtetin e së drejtës. Së dyti, jemi në një moment shumë të rëndësishëm, sepse siç e thotë edhe Isufi, skandalet nuk kanë të sosur, priten të tjera skandale që do të publikohen, ndoshta ju i doni ti di. Po mbaron, se pash dije. Po, e nxora dhe unë dhe është një nga aferat për shembull që duhet të hetohet, janë aferat të shumta. Jo, po dije, i bëra një xhiro rreth e rrotull dhe pas më kujtova. Është fiks 25 kate aq sa e kishim parashikuar, ndërkohë që nga stadiumi s'duket asgjë. Edhe e fundit që dua të them është që duhet që t'i qëndrojmë parimeve kushtetuese që mos bijem në një diktaturë. Ndryshe do t'i vuajmë gjithë pasojat nesër. Vetëm të lutem shkurt. Është japim fjalën deputetit. Është shumë e thjeshtë për t'ju përgjigjve Isufit në vizionin ton. Sot ka rënë shteti sepse është goditur kushtetuta. Opozita, Lëvizja e Ngrim, të gjithë faktorët që bëjnë opozitën janë vendosur deri në fund për të vazhduar luftën frontale deri në largimin e kësaj qeverie. Duke filluar nga protestat dhe nga gjithë mënyrat e funksionimit. Ja të themi rast shumë konkret, sepse ju nuk jo gjë mund të merret vesh. Tek po kthesh, mbaroi sot kryeministri ky që rinde si trim sot në seancë, mbaroi seancën, u nis për të shkuar në Bruksel dhe ikën në Amerikë për të vazhduar pisliqet e veta dhe matan. Rrugës në aeroport në Rinas, 20 vajza gjimnaziste kishin dalë me një pankart për të thënë hika mos hajde. Edhe ai nga ajo rrezosh mbërdhe. Jo, për të rrezuar. Jo, të lutem. Jo, prit. Dhe me urdhrin e tij u futën, skandal, dakord, po themi për largimin e tij. Jo, duhet ta sqaroj këtë gjë sepse u shoqëruan komisarat atje dhe ato vajza kanë dalë. Dolën, po jo i nxorën nga dolën vetëm sepse un pata një komunikim me ministrin e Brendshëm dhe duhet ta falenderoj, i cili ndërhyri dhe ka ndërhyrë në mënyrë më profesionale të mundshme, sepse shefi i policisë së Rinasit me paturpsi më të madhe që ishte edhe vetë print mbante në komisarat atje një vajzë 18 vjeçare kot pa lidhje. Okej, më vjen mirë që qëndruan trotuar për ta luajtur kryeministrin. Qeveria ka rënë. Landi. Jo, s'ka rënë se i kuçi Bruxelles. Po, për ta mbyllur, lutem. Për të dhënë dhe një përgjigje për qartësinë e opozitës. Opozita sot ka qenë më e qartë se kur. Opozita sot tregoi, ja çfarë bëri. I tregoi faktorin ndërkombëtar. I tregoi publikut shqiptar. U tregoi të gjithëve që kjo mazhorancë është një mazhorancë vërtet e blerë, vërtet e ardhur me vota të blera. Të nderuar teleshikues, falenderoj gjithë të ftuarit. Ky është emisioni i sotme në orën 13:00 i transmetim nga Ura Lën Qafoku. Natë mirë.